Para se të fillojmë këtë histori, dua të di mendimin tuaj. Imagjinoni që jeni në një lidhje të qëndrueshme, me një person që ju njeh prej vitesh, që familja juaj e do, që ka planifikuar të ardhmen me ju. Pastaj, një ditë, dikush i huaj shkruan përshëndetje në Instagram dhe gjithçka ndryshon. A do ta bëjonit ju këtë hap? A do të ndiqnit zemrën tuaj edhe nëse kjo do të thoshte të lënit pas gjithçka? Shkruani në komente po apo jo dhe më tregoni pse. Mendimi juaj do ta bëj këtë histori edhe më të gjallë. Tani le të fillojmë, sepse historia e Besianës nuk është thjesht një histori dashurie. Është historia e një gruaje që duhej të zgjidhte mes dy jetëve, dy botëve, dy versioneve të vetes, dhe çdo zgjidhje kishte çmimin e saj. Prishtina ishte duke u zgjuar ngadalë atë mëngjes korriku, me diellin që hynte me zor përmes tendave të rënda të dhomës së gjumit. Besiana Krashniqi u shtri në shtrat edhe 5 minuta. Zakoni i saj i vjetër, rituali i vogël i mëngjesit që askush nuk mund t'ja merrte. 5 minuta para se bota të fillonte të kërkoj prej saj. Ishte 28 vjeç, kishte punë të mirë si dizajniere grafike në një agjenci reklamësh, kishte apartamentin e saj të vogël në lagjel e Dardanis, kishte miqtë e saj, kishte familjen dhe kishte Arianin, të fejuarin e saj prej 3 vjetësh. Njerëzit e rrethit të saj do të thoshin se Besiana kishte gjithçka. Do ta shikonin me atë lloj admirimi të qetë që njerëzit e rezervojnë për ata që duken të organizuar, të qelluar, të sigurt. Dhe Besiana do të buzëqeshte, sepse kjo ishte ajo që kishte mësuar të bënte kur dikush i thoshte se kishte gjithçka. Buzëqeshja, pranimi i falënderimit, dhe pastaj, më vonë, vetëm, pyetja e vjetër do t'i kthehej: a është kjo vërtet gjithçka? Por ato 5 minuta mëngjesore nuk ishin kohë për pyetje filozofike. Telefoni kishte filluar të bënte zhurmë. Mori aparatin me gjysmë sy. Notifikime nga Instagram, 2 mesazhe nga Ariani, një email nga puna. Sipas zakonit, filloi me Instagram, jo nga nevoja, por nga inercia digjitale që shumica e njerëzve të brezit të saj e kishin bërë pjesë të ritmit të mëngjesit. Një kërkesë e re për ta ndjekur. Erik Lindquist. Profili ishte publik, foto të qarta, të mirë kompozuara, një djalë rreth 30 vjeçar, me flok të qelët, sy të kaltër që duket se kujdesten sadopak për faktin që po fotografoheshin. Foto nga natyra, pyje, liçene, dëbor. Foto nga qytete nordike, ndonjëherë me miq, por jo shumë. Biografi e thjesht, Stockholm, arkitekt, dashamirës i kafes dhe heshtjes. Besiana buzëqeshi pa e kuptuar. Dashamirës i kafes dhe heshtjes, ku shkruan të kështu? E ndoqi, pastaj e haroi. Ariani thiri në orën 9. Mirëmëngjes, a je zgjuar? Tani po, tha Besiana, u duke ulur në shtrat. Të pres në orën 11 te kafeneja e zakonshme. Prindrit e mi duan që të darkojnë bashkë mbrëmjen. Jo pyetje, njoftim. Ariani Hoxha kishte stilin e tij. Sigurt, i vendosur, pak shtypës pa e kuptuar, si shumë burra që ishin rritur duke qenë djali i familjes. Jo i keq, thjesht i sigurt se gjërat do të bëheshin sipas planit të tij. Mirë, tha Besiana, do jem atje. Ndahu telefonin dhe qëndroi një moment me shikimin në tavan. Derka me prindrit e Arianit, do me thënë pyetje për dasmën, do me thënë presioni but për i vazhdueshëm, do me thënë nëna e tij, Lumja, do të sillte bisedën tek datat, tek salla, tek lista e ftuarve. Besiana e donte Arianin, e kishte dashur, ishte e sigurt për këtë. Por dua dhe jam e lumtur nuk janë gjithmonë një ka fjalë, dhe ky ndryshim i vogël kishte filluar të bëjë zhurmë të ulët brenda saj, sikur një radio e lën hapur në dhomën ngjitur. U ngrit, bëri kafe, hapi laptopun dhe mori një mesazh të ri në Instagram. Erik Lindquist. Falenderit që më ndoqe. Kam parë punën tënde. Dizenjet janë vërtet të bukura. Shpresoj nuk të duket shumë e çuditshme që po shkruaj. Besiana e lexoi 2 herë. Ishte një mesazh i thjeshtë, edukuar, pa flirtime të dukshme, pa egzagerim, vetëm i vëmendshëm. Kishte shkruar: kam parë punën tënde, që do të thoshte kishte vizituar profilin e saj dhe kishte parë posteret, logot, projektet e dizenjit që ajo ndonjëherë ndante. Kjo ishte diçka tjetër nga sa bukur je apo mund të njohemi. Ajo u hezitua. Pastaj shkroi: nuk duket e çuditshme.
Falenderit për fjalët e mira. E ndëroi. Mbylli aplikacionin. Hapi emailin e punës. Por diçka e vogël kishte ndryshuar brenda saj. Ndryshim aq i holl sa ajo vetë nuk mund ta quante me emër. Sikur temperatura e dhomës ngrihet me 1 gradë të vetëm. Nuk e vëre në menjëherë, por trupi yt e di. Kafenea Lumbardhi ishte vendi i tyre i zakonshëm. Zakonshëm, fjalë e rëndë kur vjen të përshkruaj diçka që duhet të jetë e veçantë. Ariani ishte ulur në tavolinën e tyre, me kapuçinon para tij dhe me telefonin në dorë. Thirri me kokë kur e shoh Besianën. Ajo ul. Kamarieri, njëri që e njihte, solli kafen pa u pyetur. Si e? Tha Ariani, duke lënë telefonin më një anë. Gjesta je mendonte si shenjë respekti. Mirë, ti? I lodhur, mbledhja e dieshme zgjati deri në 8 mbrëmjes. Ai punonte si inxhinier në një firmë ndërtimi. Puna e tij ishte e qëndrueshme, e respektueshme, me perspektivë. Babi insiston të fillojmë projektin e ri edhe para se të mbyllet ky. I thuaj. Besiana dëgjoi. Kjo ishte biseda e zakonshme e mëngjesit me Arianin, projektet, prindrit, planet. Jo gjithmonë pak, jo gjithmonë shumë, thjesht e ekuilibruar, si uji i qetë. Mbrëm, çfarë keni planifikuar për darkën? Pyeti ajo. Ariani u mblodh pak. Nëna dëshiron të flasim, ti e di. Dasma, Besiana, ai e shikoi. Sytë e tij ishin të errët, ekspresiv kur donte. Jemi fejuar prej 3 vjetësh, nuk mund ta shtym pafundësisht. Nuk po them ta shtym pafundësisht. Po çfarë po thua? Heshtje e shkurtër. Besiana ktheu kafen me lugë, pa e parë kupën. Po them që mbase nuk jam gati. Ariani frymoi thellë. Ky nuk ishte debati i parë, as i dytë. Variacionet e tij kishin ndryshuar pak, por thelbi mbetej i njëjtë. Ajo hezitonte, ai shtyhej paksa. Ata linin çështjen pezull dhe vazhdonin ditën. Çfarë do të thotë nuk jam gati? Ke 28 vjet, unë kam 32. Kemi shtëpi, kemi punë, kemi marrëdhënie të qëndrueshme. Çfarë mungon? Çfarë mungon? Pyetja rarënd. Besiana e dinte se si do të tingëllonte nëse do t'i thoshte të vërtetën. Nuk di ta shpjegoj, nuk di nëse mungon diçka. Por ndihem si një njeri që po lexon librin e duhur me ritmin e gabuar. Kuptoj fjalët, por nuk e ndjej historinë. Nuk tha asgjë prej kësaj. Tha, ke të drejtë, do flasim mbrom. Darka me familjen Hoxha shkoi si zakonisht. Kjo do të thotë si skript i shtruar mirë, ku çdo person dinte rolin e tij. Babai i Arianit, Haliti, ishte serioz dhe i ngrohtë njëkohësisht, me ato cilësi të njeriut që ka ndërtuar diçka me duat e tij dhe e di. Nëna, Lumja, ishte bukur, bukuri e tipit që ka lullzuar plotësisht, a pastaj ka mbetur aty, e kujdesshme dhe e kontrolluar, me ato aftësi bisede femre shqiptare që e bëjnë presionin të duket si dashuri. Besiana, nëna, tha Lumja, duke i kaluar enën me mish. Kur ju do të vendosni datën, na thuaj paraprakisht. Salla e mirë duhet të rezervohet me kohë. Kemi kohë, tha Besiana me buzëqeshje. Koha kalon shpejt, bija ime, buzëqeshi Lumja, akuza e paketuar në dashuri. Ariani nuk ndërhyri, e shikonte Arianin me atë shikim të tij. Po e dëgjova, po e di, po gjithçka është mirë. Shikim që e qetësonte dhe e shqetësonte njëkohësisht. Kur u larguan, në makinë, Ariani e mori dorën e saj. Ishe e mrekullueshme sot. E shikoi Arianin. Çfarë do të thotë kjo? Që e di si të sillet me familjen time. Kjo ka rëndësi. E di si të sillesh. Jo je vetvetja. Jo je e bukur. Por di të sillesh. Si kompetencë. Si aftësi e nevojshme. Ajo uli kokën dhe shohi dritën e qytetit jashtë dritares. Stockholm, mendoi për një sekond, pa arsye, pa kontekst. Thjesht ky emër, kaloi si hije. Natën vonë, kur Ariani kishte larguar dhe ajo ishte vetëm në apartamentin e saj, Besiana hapi Instagram. Kishte një mesazh i ri nga Erik. Erik, kam parë që je dizenjere, kam një projekt të vogël arkitektonik, klientit i duhet identiteti vizual. A do ishe interesuar të bashkëpunonim? Ishte e sinqerta, jo këto ajo priste.
Kishte menduar, me atë ndjenjën të vogël që e kishte ruajtur si buk në tryezë, se mesazhi do t'ishte diçka personal, kuriozitet, pyetje. Por ky ishte profesional, dhe sërish kjo thjeshtësi pa artifice e bëri akoma më kurioze. Shkroi: "Varet nga projekti, trego më shumë." Biseda me Erik u bë e rregullt pa u kuptuar. Filloi si gjithçka që fillon si profesional. Pyetje për projektin, shkëmbim idesh, dërgjim skicash. Erik ishte arkitekt i mirë, kjo duke nga mënyra se si fliste për hapësirën, dritën, funksionalitetin. Kishte mendim të qartë dhe shkronte me atë stil të thjesht nordik, pak fjalë, shumë substancë. Por pastaj, midis diskutimeve për logo dhe palet ngjyrash, filluan bisedat e tjera. Erik: "Ku jeton tani? Prishtina?" Po, ti e nga Stokholmi? Lindur atje, po, por kam jetuar disa vite në Barcelonë dhe Amsterdam. Tani jam kthyer. Pse u ktheve? Sepse pas gjitha atyre vendeve, kuptova që ndihesh i huaj kudo nëse nuk di kush je. Ktheva në vendin ku mund të kisha gjetur përgjigjen, edhe nëse nuk e gjeta. Besiana e lexoi 2 herë atë mesazh, pastaj 7 herë. Kush shkruante kështu me një të huaje në Instagram, dhe pse kjo sinqeriteti papritur nuk ngjante e frikshme, por e ndershme. "E kuptoj pak çfarë po thua," shkroi ajo. "Edhe unë ndonjëherë ndihem si të huaj në vendin tim." "Si ndodh kjo?" Ajo mendoi para se të shkruante. Pastaj: "Kur gjithata rreth teje kanë pamjen e plot të kush duhet të jesh, dhe ti ke vetëm pyetje." Heshtje gjatë nga ana e tij. Pastaj: "Kjo është rrëfimi i sinqert i shumë njerëzve, por shumë pak guxojnë ta thonë." Ato fjalë, "shumë pak guxojnë ta thonë", binin si shiu mbi tokën e thatë, jo sepse ishin fjalë të veçanta, por sepse dikush i dëgjoi. Besiana i kishte thënë gjëra të tilla shokëve, kishin buzëqeshur, kishin ndruar bisedën. I kishte thënë Arianit një herë, dhe ai i kishte thënë: "Nuk di çfarë dëshiron nga jeta, Besiana. Gjithë njerëzit kanë pyetje, kjo nuk do të thotë asgjë." Jo keqdashës, por neglizhues në mënyrën e tij të qetë. Ky djalë nga Stokholmi, ky Erik Lindqvist, dëgjonte, dhe kur dëgjonte, i jepte hapësirë asaj. Javët kaluan, projekti mbaroi, Besiana dorëzoi logot dhe materialet vizuale, Erik e pagoi siç kishin rënë dakord, dhe biseda duhet të kishte mbaruar atje. Nuk mbaroi. "Puna jote ishte e shkëlqyer, por kam pyetje që nuk ka lidhje me dizajnin. Çfarë të bën të lumtur?" Besiana qeshi me zë të lartë vetëm në dhomën e saj. Çfarë pyetje e drejt për drejt, e llojit që zakonisht njerëzit e rreth i saj e konsideronin si tepër romantike, tepër naive, tepër të panevojshme. Çfarë të bën të lumtur, sikur lumturia të ishte variabël i lirë dhe jo produkt i zgjedhjeve të bëra kohë më parë. Shkroi: "Kafe e mirë e mëngjesit, muzikë që nuk ke dëgjuar kurrë, projekt dizajni kur klienti nuk të ndalon. Ti? Birrat e drurve me borë mbi krye, kafene të vjetra me dru. Biseda si kjo." Biseda si kjo, 2 fjalë. Besiana i la të uleshin brenda saj dhe ndjen si ngroheshin. Ariani e mori vesh, jo mënyrën që njeriu zakonisht merr vesh, por e mori vesh se Besiana kishte qenë pak e larguar ditëve të fundit. E pyeti: "Je mirë? Je diku tjetër me mendim?" "Jam mirë," tha ajo. "Projekt i ri." "Me kë?" "Klient nga jashtë, arkitekt." Ariani u kthye te televizori. "Mirë, vetëm mos harro darkën e premtes, Blendi me Artanën vin." Blendi ishte miku i tij i ngushtë. Artana, gruaja e tij, ishte miku me kujdes, jo me zgjedhje. Ato darkët ishin rituale të fundjavës, ku të katërt uleshin dhe Blendi me Artanën filisnin për futboll ose biznes, ndërsa Artana pyeste Besianën kur do të martohej. "E mbaj mend," tha ajo, por nuk e mbante mend darkën e premtes, mbante mend mesazhin e fundit të Erikt. "Erik, a ke qenë ndonjëherë jashtë Shqipërisë?" "Kosovës, jo Shqipërisë. Po, kam qenë në Itali, Gjermani, Turqi. Ëndra ime është Islanda." "Pse?" "Sepse është vendi ku dielli nuk perëndon verën dhe nata nuk mbaron dimrin.
Dua të ndjej të dy ekstremet. Dua të di si ndihesh kur natyra është aq e egër sa njerëzit duken të vegjël. Ke shkruar si poete? Kisha studiuar letërsi para dizajnit. Ndryshova. Pse? Sepse letërsia ushqen shpirtin, por nuk paguan qiran, mendoj ajo, por shkroj, sepse realiteti kishte mendim tjetër. Realiteti apo njerëzit rreth teje? Besiana u ndalua. Gjishtat mbetën mbi tastierën e telefonit pa lëvizur. Të dyja. Ajo nuk I kishte treguar askujt për Erik, nuk ishte asgjë për treguar. Ishin dy njerëz që bisedonin online, kaq. Por heshtja e saj rreth tij kishte filluar të ndjehej si diçka aktive, si zgjedhje, jo si mungesë. Kur gënjesh me heshtje, kjo është lloji I gënjeshtrës që ndërtohesh pa e vënë re, kokë e gurit. Ajo e dinte këtë, dhe e dinte gjithashtu diçka tjetër. Biseda me Erikun ishte bërë pjesa e ditës që priste. Jo projekti, jo kafeneja, jo takimi me Arianin. Ky burr nga Stockholmi, ky zë I shkruar në ekran, kishte bërë diçka që asnjë bisedë tjetër nuk kishte bërë prej kohësh. E kishte bërë të ndjej se mendja e saj kishte vlerë. Muaji I parë kaloi, pastaj I dyti. Biseda me Erik nuk ishte më thjesht profesionale, nuk ishte edhe, Besiana e theksonte kujdesshëm për veten, diçka romantike. Ishte intelektuale, emocionale. Ajo lloj bisede që bën mes njerëzve që dëgjojnë njëri tjetrin, jo sepse duhet, por sepse dëshirojnë. Flisnin për arkitekturë dhe dizajn, por gjithashtu për fëmijërinë, frikën, ambicjet e mbytura, ëndrat që njerëzit e lënë mënjan sepse duken të pamundura. Erik kishte filluar të tregonte rreth familjes së tij. Babai I tij ishte suedez, nëna finlandeze. Ata kishin jetuar qete me rutinë, derisa divorci I tyre kishte prishur iluzionin e qetësisë. Kishte një moll të qelur brenda asaj shtëpie, kishte thënë, që nuk e kishin parë kurrë haptazi, por e shihnin të gjithë. Besiana kishte kuptuar menjëherë. Kishte shtëpinë e saj të plotë, prindrit bashk, familje e ndershme, fëmijë të mirë, dhe prapse prap kishte mollën e vet të fshehur, pritjen e heshtur, presionin e pakomunikuar, çmimin e lënë gjithmonë pezull mbi kokë. Besiana. Edhe tek ne ekziston kjo. Quhet ndryshe, shfaqet ndryshe, por është e njëjta gjë. Familje që duket perfekte jashtë dhe ka dhomë të mbyllura brenda. Erik. Njerëzit ndërtojnë shumë shtëpi të tilla, mbase sepse nuk kanë mësuar se si të banojnë me veten e vërtet. Besiana. Tani po flet si arkitekt. Erik. Jam arkitekt. Kjo është gjithçka. Çdo gjë që ndërtojmë jashtë është pasqyrë e asaj që ndërtojnë brenda. Ajo I printoi atë mesazh, jo literalisht, por mentalisht. E mbajti. Takimi I parë ndodhi pa u planifikuar. Të paktën kështu duket gjithmonë kur planifikimi ndodh pa e lejuar veten ta pranosh. Erik kishte ardhur në Beograd për punë, projekt I madh, bashkëpunim me arkitekt serb. Beogradi ishte 4 orë me autobus nga Prishtina. Erik. Jam në Beogradi deri të shtunën. Qëshyr pak se kemi folur kaq shumë dhe nuk e dim si duket njëri tjetri. Besiana. Kemi profile, dim si dukemi. Erik. Fotot janë versione të zgjedhura, njerëzit vërtet janë të paedituar. Besiana lexoi dhe rilexoi. Zemra I bëri diçka, jo diçka dramatike, as alarmuese. Thjesht zgjim, sikur gërvishton krahun dhe kupton se nuk e ndjer prekje prej kohësh. Nuk di nëse mund të vi. Shkroi ajo. Erik. Nuk po të kërkoj të vish, thjesht po vërej se jemi afër për herë të parë. 3 ditë ajo mendoi. Mendoi dhe nuk I tregoi Arianit. Mendoi dhe pyeti veten se çfarë do të thoshte të shkonte, mik apo diçka tjetër. E pa ky djalë si njeri apo si mundësi. Po shkonte t'i jepte find diçkaje apo t'i hapte fillim. Pyetjet ishin tepër të mëdhaja. Ndaj vendosi të mos u përgjigjej. Vendosi të shkonte. I tha Arianit se kishte konferencë dizajni në Beograd. Ishte gënjeshtra e vetme që kishte thënë, por ishte e para me kaq detaje. Beogradi ishte gri dhe I gjallë njëkohësisht, si shumë qytete me histori të rëndë dhe shpirt të papërkulur. Besiana zbriti nga autobusi me çantën e shpinës dhe zemrën duke rrahur më shpejt se zakonisht. Erik e kishte caktuar kafen, një vend I vogël në Savamala, lagje artistike, me mure të zbukuruara dhe muzikë jazz të lehtë. E pa përpara se t'i shihte syt. Diçka në mënyrën se si rrinte, me syt në libër,
Me kafe nanash, pa parë telefonin, i dha asaj një ndjesi të çuditshme. Ky person është real. Fotot e Instagram janë versione. Kjo këtu ishte njeri. Ai ngriti syt, buzëqeshi. Besiana. Thjesht emri i saj, por me atë thjeshtësi të dikujt që kishte pritur. Erik. Ulën. Kamarieri solli kafe pa u pyetur. Ai kishte porositur paraprakisht, edhe ky gjest i vogël. Si ishte udhtimi? Pyeti ai. 4 orë, i gjatë. Mirë, që ke ardhur 4 orë. Besiana ktheu kafen. Nuk e di pse kam ardhur. Erik nuk reagoi me surprizë. Është mirë të mos dish gjithmonë pse. Kjo tingëllon si justifikim. Apo si liri? Ai e shikoi. E kemi fjalën për liri të ndihesh mirë pa pasur nevojë të shpjegosh arsyeën. Biseda u hap ngadalë, si dritaret e shtëpive në mëngjesin e parë të pranverës. Flisnin natyrshëm, jo si dy të huaj, por si dy njerëz që kanë folur prej kohësh dhe tani janë duke verifikuar se zëri real i njëri tjetrit përputhit me zërin e imagjinuar. Përputhej, edhe më shumë. Erik kishte diçka të rrallë, dëgjonte me trup të plot, jo me atë mënyrë politike të shumicës kur ata presin në radhën për të folur. Ai dëgjonte si dikush që ja vlen të dëgjosh. Kaluan 6 orë të asaj dite. Kafeneja, pastaj shëtitja nëpër Bregdet, pastaj darka e thjesht në një restorant të vogël. Flisnin e qeshnin, qeshën vërtet, jo ato qeshje shoqërore. Ajo i tregoi për letërsinë e braktisur, ai për vitin kur kishte dashur të linte arkitekturën dhe të shkonte si fotograf. Ata kishin mbuluar shumë territore, fëmijëri, muzikë, shtëpi, mërgim e ardhmja. Nuk flisnin për Arianin. Besiana nuk e solli. Erik nuk e pyeti. Madje nuk pyeti fare nëse kishte dikë. Ose e dinte, ose nuk donte të dinte, por nuk e solli. Ky kufi i paprecizuar bëri bisedën edhe më të frikshme, jo në kuptimin e rrezikut, por të vërtetës. Kur u nda me të, jashtë restorantit, me të ftohtën e natës mbi ta, Erik tha: "Ishte bukur, faleminderit që erdhe." Faleminderit që nuk ishe i çuditshëm siç isha friksuar. Ai qeshi. Kisha frikë të njëjtën. Heshti e shkurtër. Pastaj, "Do doja të shihja sërish," tha ai. Thjesht, pa presion. Besiana hapi gojën për të thënë diçka, por fjala nuk doli. Ndaj tha atë që ishte e vërtet, edhe nëse ishte e pa komplete. Edhe unë. Autobusi u nis në orën 11 natën. Besiana rrinte me kokën e mbështetur mbi xhamin e ftohtë dhe shikonte dritat e Beogradit duke u larguar. Kishte shkuar, kishte parë Erik, ishte kthyer e njëjta Besiana, ose jo. Ajo ndjeu diçka të rëndë dhe të lehtë njëkohësisht, sikur ngre diçka dhe zbulon se peshon ndryshe nga sa ke menduar. Mund të jetë më e lehtë ose më e rëndë, por surpriza është aty. Telefoni binte. Ariani. Mori. Ku je? Takimi mbaroi? Po, sapo mbaroi. Jam në autobus, po kthehem. Si shkoi? Mirë, e lodhshme. Fjalë të thjeshta mbi gënjeshtra komplekse. Besiana ndjeu si rëndohej diçka brenda saj. Jo pendim, as kënaqësi, por ajo zona e vështirë midis tyre ku qëndron e vërteta kur nuk di ku të shkojë. Nesër eja te unë, do gatuaj babai, tha Ariani. Mirë, natën e mirë, natën e mirë. Mbylli telefonin, mbylli syt dhe mendoi. Erik. Kthimi nga Beogradi solli me vete diçka që Besiana nuk e kishte parashikuar. Qartësi. Jo lloji qartëfie që zgjidhte gjithçka, por lloji që të tregon çfarë është e turbullt. Para se të shkonte, Besiana mendonte se marrëdhënia me Arianin ishte e komplikuar, fjalë e rehatshme që mban shumë gjëra pa emër. Pas Beogradit ajo kuptoi se e komplikuara kishte emër real. Kishte mësuar të jetonte se e fejuara e Arianit, si nushja e pritshme të familjes Hoxha, si vajza e mirë e lagjes, dhe kishte haruar se kush ishte Besiana vetëm Besiana. Kjo nuk ishte faji i Arianit, kjo ishte vendimi grumbulluar ngadalë, si ujë mbi gur, pa u vëmëre shumë, por e ndryshon formën gjatë kohës. Erik, erdhe mirë. Besiana. Po, autobusi ishte i ftoftë, por udhtimi mirë. Erik,
Mendoja për bisedën tonë duke punuar sot. Theni diçka rreth shtëpive me dhoma të mbyllura. Isha duke projektuar dhe ndeqa me atë ide. Çfarë projektoje? Rezidencë private. Por ata klientë duan shumë dhoma të ndara, shumë privatësi brenda një shtëpie. Fillova të mendoj, ku është vendi ku takohet kjo familje vërtet? Ku ndahen dhe ku bashkohen? Ky mendim e ka transformuar arkitekturën tënde. Po e transformon projektin aktual, po. Po kujtohesh ateje kur fole për dhoma të mbyllura si metaforë. Ndonjëherë metaforat e bëjnë punën në reale? Besiana buzëqeshi. Ai e kishte kujtuar atë. Jo si histori e bukur, por si ide që kishte hyrë në punën e tij. Kjo ishte lloji i ndikimit që rrallë ndihej. Java e dytë pas Beogradit, Besiana u zgjua me vendim. Do t'i fliste Arianit. Jo gjithçka, nuk ishte asgjë konkrete për të treguar, por do i tregonte se ndjehej e bllokuar, se kishte frikë nga martesa jo si martesë, por si ngurosje. Gjeti Arianin në dhomën e ndenjes, duke parë lajmet. Arian, dua të flasim. Ai e uli volumin. Tani? Po, nëse ke kohë. Ul ngjitur me të. Sytë e tij ishin të vëmendshëm. Ai e njihte tonin e saj. Po të dëgjoj. Besiana mori frym. Ndihem e ndaluar, sikur çdo vendim i jetës sime është marrë tashmë. Martesa, shtëpia, e ardhmja, dhe unë thjesht po pres të vi data e ekzekutimit. Ariani mbeti i qetë. Kjo ishte mënyra e tij. Kjo nuk tingëllon si lidhje normale. Jam duke u munduar të tregoj si ndihem. Po ti ndjehesh si e burgosur me mua? Jo me ty, me situatën. Besiana. Ai u ngrit, shkoi drejt dritares. Krahët i kryqëzoi mbi gjoks. Gjesti mbrojtje. Kemi 3 vjet, jemi fejuar. Familjet tona e din, miqtë tanë e din. Çfarë dëshiron? Saktësisht. Dëshiroj të ndihem sikur po zgjedh, jo sikur po ndjek një shteg të paracaktuar. Heshtja e tij ishte e rëndë. Pra, çfarë propozoni? Të prishim fejesën? Të fillojmë nga zero? Nuk po them kaq. Po çfarë po thua? Zëri i tij kishte ndryshuar. Jo i egër, por i sfilituar, si dikush që ka mbajtur peshë gjatë dhe po i dridhen gjunjët. Po them që kam nevojë për hapësirë, për të menduar. Hapësirë. Ai e peshoi fjalën. 3 vjet bashk dhe ke nevojë për hapësirë. Ktheu kokën. Ka ndokush tjetër? Besiana u ngri. Jo. Është e vërtet? Po. Nuk ishte gënjeshtër teknike, nuk ishte dikë tjetër në kuptimin konvencional, por ndjeu peshën e asaj joje si diçka që ndërtuar mbi themel të shpuar. Ariani e shikoi gjatë. Pastaj, merr kohë, por dije se unë nuk mund të pres pafundësisht. Ato fjalë, nuk mund të pres pafundësisht, u ulën thellë, jo si kërcënim, por si kujtimi i asaj që kishte deri tani dhe mund të mos kishte më. Besiana u kthye në apartamentin e saj atë natë dhe qëndroi gjatë duke parë mjedisin rreth saj. Shtoli që kishin bler bashk, fotografit, librat e radhitur, gjurmë të 2 jetëve të ndërtuara me durim. Hapi telefonin. Besiana. Arian, a mund të flasim me zë? Nëse ke kohë. Minuta pastaj. Erik. Po, thirr kur dëshiron. Thirri. Zëri i tij ishte i qetë dhe warm, jo emocionalisht tepër i ngrohtë, por i qetë si mjediset që ai projektonte. Ishe mirë? Pyeti. Të ndërmjetëm, kemi pasur bisedë të vështirë sot, unë dhe Ariani. Heshtje shkurtër. Je fejuar. Nuk ishte pyetje, e dinte, ose e supozonte. Besiana nuk u befasua. Po, prej 3 vjetësh. Dhe biseda ishte rreth kësaj? Ndjen se jam duke humbur veten time brenda kësaj marrëdhënieje. Jo se ai është keq, nuk është, por ndjen si unë jam bërë konfiguracioni projektit të tij të jetës, jo pjesëmarrëse e barabartë. Eriku nuk foli menjëherë. Kjo ishte gjëja më e mirë tek ai, nuk nxitonte me fjalë. A ke folur ndonjëherë me të rreth kësaj here? Kam provuar, por zëri im nuk dëgjohet një lloj sa do duhej. Çfarë do të thotë një lloj? Do të thotë se ai dëgjon, por pastaj vazhdon me planin e tij, si muzikë në sfond, e pranon, por nuk ndryshon ritmin. Zëri i Erikut u bë pak më i ulët. E kuptoj. Ndjehesha i ngjashëm dikur, me një grua, kemi qenë bashk 3 vjet edhe ne. Donte jetën e planifikuar, shtëpi me kopsht, fëmijë me shpejtësi, të gjitha.
Unë e doja atë, por nuk doja ata terma. Duhej të zgjidhja. Çfarë zgjodhe? Zgjodha të jemi ndershëm me të. I shkaktova dhimbje, por ishte lloji i dhimbjes që shëron, jo ai që infektohet. Besiana e ndjeu atë metaforë. Dhimbja që shëron kundrejt dhimbjes që infektohet. Nuk tha asgjë për një moment. Besiana: Erik, pse po flasim kaq sinqerisht? Nuk jemi as miq të vjetër. Erikut ju desh pak para se të përgjigjej. Sepse nganjëherë me njerëzit e rinj je më i sinqert se sa me ata të vjetër. Me të vjetrit ke histori, role, pritshmëri. Me të rinjt ke vetëm tani. Besiana mbajti telefonin fort. Vetëm tani. 2 fjalë që peshonin si pika uji mbi gur. Mbase ke të drejtë, tha ajo. Gjumë të mirë, Besiana. Natën e mirë, Erik. Mbylli telefonin dhe qëndroi në errësirë. Qyteti jashtë dritares zhurmonte me tingujt e mbrëmjes, makinat, fëmijët, muzika nga ndonjë kafene afër. Jeta normale e një qyteti normal. Brenda saj, asgjë nuk ishte normale. 2 javë pas bisedës me Arianin, gjërat kishin vazhduar sipas rutinës. Takim, darkë, buzëqeshje sipas kalendarit. Ariani nuk kishte rikthyer temën. Kjo ishte strategjia e tij. Lër gjërat të qetësohen, lër stuhin të kaloj. Besoj se koha zgjidh. Dhe nganjëherë zgjidhte. Por këtë herë, Besiana ndjeu se koha nuk po bënte asgjë përveç akumulimit. Akumulimit të çfarë? Guximin ndoshta, ose ndërgjegjësimit. Shumica e njerëzve nuk janë rrëfentar të vetes tyre. Nuk e ndjekin gjurmën e ndryshimit nga brenda. Rriten, ndryshojnë, bëhen dikush tjetër pa e vënë re plotësisht. Pastaj, një ditë shikojnë pasqyrën dhe pyesin: kur u bë kjo? Besiana po bëhej njëra prej tyre, dhe ndryshe nga shumica, po e vinte re. Erik, jam duke lexuar një libër që të kujton. Autorja flet rreth identitetit si shtëpi. Mund ta kishe aty brenda, por mund ta kishe humbur Chelsin. Cili libër? Do ta dërgoje nëse isha sigurt që shkon. Dërgo. Ai dërgoi titullin. Besiana e gjeti dhe filloi ta lexonte atë natë. Nuk i shkoi gjumi deri në orën 3. Libri fliste rreth grave që kishin jetuar jetët e tyre sipas pritshmërive. Pastaj, në një pek të caktuar, kishin ndjerë tërmetin e brendshëm të asaj që ato quanin kthim tek vetja. Disa kishin ndërmarrë hapa të mëdhenj, disa kishin ndruar vetëm një gjë të vogël, por të gjitha kishin hyrë në përdhimbje para se të gjenin diçka të gjallë. Kjo flet për mua, i shkroi Erikut në orën 2 nate. E dia, i shkroi ai. Prandaj dërgova. Nëna e Besianës, Merita, kishte një lloj intuite të tipit të vjetër. Ai lloj intuite që nuk ka emër shkencor, por funksionon. Gjatë darkës familjare të dielën, midis supës dhe mishit në furrë, Merita e shikoi vajzën e saj. Besiana, a je mirë? Jam mirë, nën. Ke diçka në sy? Babai i Agimi u ngrit të merrte bukë. Nuk ishte indiferent. Thjesht kishte mësuar se bisedat mes gruas dhe vajzës kishin hapësirën e tyre. Çfarë ke në sy, nën? Tha Besiana me tonin e qetë. Mos gënjeni nënën, e kam parë atë sy. E kam pasur edhe unë. Besiana nguli syt në pjatë. Jam pak e lodhur nga puna. Merita nuk u bind, por nuk shtoi. Mbylli çështjen me hapak dhe ndroi bisedën. Por sytë e saj mbetën mbi vajzën gjatë gjithë darkës. Jo me akuza, por me atë shqetësim nënesor që është ndër gjërat më të vështira për t'u mbajtur. Ajo natë Besiana i shkroi Erikut diçka ndryshe nga zakonisht. Besiana: nëna ime sot pa diçka që unë nuk e kam thënë me fjalë. Kjo është gjëja më e frikshme, kur të shohin para se të shohësh veten. Erik: nënat kanë atë aftësi. Është lloji i dashurisë që nuk filtrohet nëpër mirësjelljes. Besiana: ti e do nënën tënde? Shumë. Edhe pse ajo dhe babai ndaheshin kur isha 17, ajo mbeti njeriu që më mësoi si t'i dëgjoj njerëzit. Nuk dinte gjithçka, por dëgjonte me vëmendje. Kjo është e rrallë. Besiana: nëna ime dëgjon gjithashtu, por pastaj dëshiron t'i zgjidh gjërat sipas botkuptimit të saj, me dashuri, por sipas saj. Erik: të gjithë prindrit dëshirojnë. Dallimi është kur e kuptojnë se nuk mund. Besiana: yti e kuptoi? Me kohë, pas shumë fjalësh të vështira, pas asaj periudhe kur Emira kishte nevojë për dhimbje para se të shfaqej. Dhimbje para se Emira të shfaqej.
Besiana ndjeu frikë, jo nga fjala, por nga e vërteta e saj. Javë kaluan, biseda me Erikun nuk u bë të çuditshme, u bë normale. Kjo ishte shqetësuese dhe e qetë njëkohësisht. Ishte bërë pjesë e ditës, mëngjesi me kafe dhe mesazhe nga Erik, dita me punë, mbrëmja me Arjanin ose miqt, nata sërish me Erik. Dy botë paralele, dy ritme të ndryshme, dhe midis tyre Besiana si trup rëndësie mes dy orbitave, secila e tërhiqte me forcë të vet. Takimi i dytë me Erikun ndodhi kur ai erdhi në Prishtinë. Kishte ardhur për konferencë arkitekture. Prishtina po zhvillohej shpejt, investimet po vinin, dhe arkitektët e huaj tregonin interes gjithnjë më shumë. Erik kishte marrë invitation nga një zyrë lokale. Jam duke ardhur në Prishtinë të premten, kjo herë s'është rastësi. Besiana e lexoi mesazhin dhe ndjen si bota u ndalua për sekond. S'është rastësi, çfarë do të thoshte kjo? Kishte ardhur për punë, po, por kishte ardhur edhe për ta parë? Besiana. Kur mbërrin? E premtja pas dite. Konferenca fillon të shtumen. Besiana. Si është Prishtina për ty? E panjohur, dhe gjërat e panjohura janë zakonisht interesante. E premtja mbërriti. Besiana i kishte thënë Arjanit se kishte takim pune me klient të ri, nuk ishte gënjur plotësisht. Erik ishte klient i kaluar dhe ishte takim, por shtresat e gjysmës së vërtetave po bëheshin shtres mbi stres. Takimi ndodhi në një kafene në qendër. Erik kishte ardhur mba valixhe të vogël, kishte ardhur direkt nga aeroporti. U pan dhe buzëqeshën njëkohësisht. Prishtina, tha i, duke parë rrugën. Prishtina, konfirmoi ajo. Si të duket? Energjike, njerëz kudo. Hapësira e hapur mes ndërtesave të larta. Kontrast interesant. Ti sheh hapësirat midis gjërave, jo gjërat vet. Ai e shikoi. Ke të drejtë, mbase është deformim profesional. Ulën, porositën kafe, dhe biseda u hapsi gjithmonë, natyrshëm, pas forcim. Por këtë herë kishte diçka ndryshe. Ata ishin në qytetin e saj. Ky nuk ishte terren neutral, si Beogradi. Ky ishte vendi ku jetonte çdo ditë, vendi ku ishin prindrit, Arjani, historia e saj. Erik ishte i huaj këtu, dhe prap, brenda kësaj kafeneje, ndihej si vendi ku ajo duhet të ishte. A je mirë? Pyeti ai. Ndjejnë gjëra të shumta njëkohësisht. Kur ndjen shumë gjëra njëkohësisht, zakonisht është sepse disa prej tyre janë të vërteta dhe disa janë frikë. Si dallon njëra nga tjetra? Ai mendoi. Ato të vërteta qëndrojnë edhe kur largohet frika. Frikrat kur largohen lën boshllëk. Të vërtetat lën gjurmë. Besiana e shikoi. Atë djalë suedez me sy kaltër e serioz, me fjalë që ndërtoheshin si struktura, dhe ndjeu diçka të rrezikshme dhe të çliruar njëkohësisht, se kjo bisedë ishte ndër bisedat më të vërteta të jetës së saj. Ai beti 3 ditë. Ata u takuan 2 herë. Një herë pas ditën e shtumës, pas konferencës, një herë të dielën mëngjesin për kafe. Arjani nuk dinte, prindrit nuk dinin, bota e Besianës nuk dinte. Por Besiana dinte, dhe kjo njohuri, e plot, pa mohim, kishte ndryshuar diçka themelore. Ditën e fundit, kur po ndalte taksi, Eriku ndalua. Besiana. Po? Nuk dua të komplikoj jetën, por dua të them. Ke vlerë. Jo si e fejuara e dikujt, jo si dizenjerja, jo si vajza e familjes. Ke vlerë si Besiana. Vetëm. Syti u lagën pa e pritur, jo nga trishtim, nga diçka tjetër, nga njohja, nga dëgjimi i fjalëve që nuk i kishte dëgjuar kurrë me atë kuptim. Faleminderit, tha ajo me zë të ulët. Shihemi. Ai hyri në taksi. Besiana qëndroi në këmbë ndërsa makina u largua, me zemrën plot me diçka pa emër. Javët pas vizitës së Erikut ishin ndër më të vështirat e jetës së Besianës, jo sepse ndodhen gjëra dramatike, por sepse asgjë nuk ndodhi ndërkohë që gjithçka ndryshonte brenda. Kjo është lloji më i vështirë i ndryshimit. Ai i brendshëm, i ngadalt, i padukshëm nga jashtë. Njerëzit rreth teje të shohin të njëjtën Besiana, sytë e njëjtë, buzëqeshja e njëjtë, oraret e njëjta, por ti ndjen çarjen duke u zgjeruar. Me Arjanin, gjërat kishin marrë tonin e qetësisë artificiale. Ai lloji i qetë që ndodh kur dy njerëz kanë rënë dakord të mos flasin rreth gjërave që duhet të flasin. Takonin, hanin bashk, shikonin filma,
Bënin gjëra që çiftet bëjnë, por ishte si të luash një pjesë muzikore nga memoria. Notat janë aty, ritmi respektohet, por muzika nuk ka frymëzim. Ariani e ndjente? Ndoshta, por nëse ndjente, kishte zgjedhur shpresën mbi konfrontimin. Edhe kjo ishte mënyra e tij. Miku i Besianës, Vjosa, ishte e vetmja njeri ndaj të cilës ajo kishte lejuar ndonjë grimcë të vërtetës. Vjosa Berisha kishte qenë miku i saj prej universitetit, grua e guximshme, e drejt për drejt, me humor të zi dhe zemër të gjerë. Ajo kishte punuar si gazetare, kishte kaluar 2 lidhje që i përshkruante si eksperimente shoqërore të dështuara, dhe kishte filozofinë e thjesht se jeta ishte tepër e shkurtër për gjysmë lumturi. Takuan kafen të martës. "Di çfarë ke?" tha Vjosa pa hyrë dal. "Nuk kam asgjë." "Ke atë sy?" Edhe nëna ime tha të njëjtën gjë. Vjosa e studioi. "A ka dikush tjetër?" Besiana hapi gojen. "Mbyllos." Pastaj, "Jo si dikush tjetër në kuptimin klasik." Vjosa u drejtua. "Tregom." Dhe Besiana tregoi. Jo gjithçka, por mjaftueshëm. Tregoi për Erikun, për bisedat, për Beogradin dhe vizitën e Prishtinës. Tregoi si ndihej kur flisnin, të dëgjuar, reale, e plot. Tregoi për kontrastin me Arianin, jo keq ai, thjesht ndryshe. "Thjesht ndryshe si çfarë?" pyeti Vjosa. "Ndryshe si me Arianin, ndjej se jam duke u gërshtuar brenda jetës së tij. Me Eriku, ndjej se jam duke qenë jetë e imja." Vjosa mbeti e qetë. Pastaj, "Ti e di çfarë po ndodhe, di?" Po e di gjithashtu çfarë duhet të bësh." Besiana shikoi kafen. "Nuk jam gati." "Nuk jeni kur gati. Guximi nuk vjen pasi ke gatishmërinë, vjen ndërkohë që gatishmërinë e ndërtoni. Nëna ime do të thyhet. Nëna jote do të mbijetoj. Prindrit mbijetojnë gjithçka kur bëhet fjalë për fëmijët. Ata mund të mos e kuptojnë, mund të zemërohen, por mbijetojnë. Ariani është burr i rritur, do t'i dhemb. Kjo është e pashmangshme. Por Besiana, ke qenë e ndershme me veten? Heshtje e gjatë. Jo plotësisht. Atëherë, fillimi është aty. Besiana mori Erikun atë natë. Nuk tha shumë, por tha: "Erik, jam duke menduar shumë, dhe mendimi kthehet tek ti shumë shpesh." Ai u përgjigj pas minutash. "Edhe tek unë, Besiana. Nuk di çfarë do të thotë kjo, por e di se është e vërtet." "Është e komplikuar", shkroi ajo. "E dija që ishte. S'kam ardhur me premtime të thjeshta." "Çfarë ke ardhur me?" "Me sinqeritet dhe kureshtje, nëse kjo ka vlerë." Besiana lexoi dhe rilexoi, pastaj shkroi: "Ka vlerë. Shumë." Ishin duke darkuar tek familja e Besianës. Ariani kishte ardhur, siç vinte rregullisht, me shishe vere dhe atë buzëqeshje të tij solide. Babai i Besianës e donte. 2 meshkujt flisnin lehtë, me respekt të ndërsjellët. Nëna kishte gatuar me kujdes. Tavolina ishte e plot, duke e ngrohtë, e qëndrueshme, e lumtur. Dhe Besiana rinte midis tyre, duke bizqeshur në momentet e duhura, duke folur kur duhej folur, duke luajtur rolin e saj të lustruar, dhe brenda, si zjarr në ujë, diçka digjej me dhembje. Pas darkës, kur po lahen enët, nëna e Besianës qëndroi me të. "Besiana, po nën? Ariani është djalë i mirë. E di. Ka familje të mirë, ka punë, ka respekt. E di nën. Pastaj pse ke atë sy kur ai është pranë teje?" Besiana u ndalua. Dora mbeti mbi pjatë. "Nuk di çfarë mendon se shikon." "Shoh vajzën time", tha Merita, qetë. "Shoh vajzën time që buzëqesh kur duhet të buzëqesh dhe ka larg kur nuk duhet të ketë." Ju afrua. "A është ndonjë problem?" Besiana shikoi njënën e saj, atë grua të moshës mesme me duart e punës dhe sytë e qelët, me rrënjë të thella brenda travditës dhe dashuri aq të thellë për vajzën e saj, sa dinte të shihte edhe çfarë fshihej. "Jo nën, gjithçka është mirë." Ishte gënjeshtra e parë e tëra, pa gjysëm, pa nuancë, e tëra. Ajo natë, Besiana nuk flinte gjumi. Rrinte dhe dëgjonte qytetin. Mendoi Arianin, 3 vite, çiftin e tyre, momentet e mira. Kishte shumë të mira. Kishte pasur ditë kur e donte thellë.
kishte pasur gëzim real, kishte pasur djeshmëri. Nuk ishte histori e keqe, ishte histori e pa kompletuar. Mendoi Erikun, distancën gjeografike, njohjen e shkurtër, mundësinë abstrakte. A ishte reale ajo çfarë ndjente me të? A ishte ndoshta thjesht kontrasti, bukuria e të rishes kundrejt ngurtisë së të njohurës? Mendoi veten, Besianën pa Arianin, pa Erikun, thjesht Besianën. Çfarë donte ajo? Donte të ndjente se jeta e saj ishte e saja. Erik, Besiana, kam diçka të them, por nëse nuk dëshiron ta dëgjosh, thuami. Besiana, thuami. Erik, mendoj se dashurohesha me ty, dhe e di se ky mendim më tremb, sepse di situatën tënde, di distancën, di kompleksitetin, por nuk mund të them gjëra më të pakta se sa janë të vërteta. Besiana mbajti telefonin me dy harm. Zemra i bëri diçka të çuditshme, jo tronditje, jo frikë, diçka si, po, e ndija. Dërgoj. Edhe unë, Erik. 2 fjalë, por me peshën e vendimeve të mëdha. Erik, çfarë bëjmë me këtë? Besiana, nuk di, por e di se nuk mund të vazhdoj si po vazhdoja. Erik, nuk po të kërkuj asgjë, Besiana. Nuk po të kërkoj të lësh gjithçka, as të premtosh diçka. Po të kërkoj vetëm të jesh e ndershme me veten dhe me mua. Me veten e me mua, kjo renditje nuk ishte rastësi. Ai kishte vendosur veten e saj para vetes së tij. 3 ditë pas atij mesazhi, Besiana vendosi të fliste me Arianin. Jo mesazh, bisede reale, sy në sy. E thirri dhe i tha të vinin. Ai erdhi pa dyshim. Mendoi mbase darkë, takim normal. Besiana i tregoi kafen dhe ulën. Ariani e shikoi, sytë e tij lexonin mjedisin si inxhinier që vlerëson strukturën. Ka diçka, tha, jo pyetje. Po, thuam. Besiana mori frym thellë. Arian, kam dashur ty me zemër të plot, dhe kjo është e vërtet, por në kohën e fundit kam kuptuar diçka. Ndihem sikur jam bërë pjesë e jetës tënde, jo bashkëndërtuesja e jetës sonë, si 2 gjëra ndryshme se sa ndihen. Ariani dëgjoi pa ndërhyrë, dhe kuptova se ka njëri tjetër, jo fizikisht, por emocionalisht. Njëri me të cilin ndihem, ndaloj. Ndihem e dëgjuar, e plot, e lirë. Heshtje. Kush është? Njëri nga jashtë, arkitekt, e kemi njohur nëpërmjet punës. Ariani u çua ngadalë, Karrekoli u largua pak, u kthye tek dritarja, e njëjta lëvizje si herën e parë, duar të kryqëzuara. Kur ndodhi kjo? Prej disa muajsh. Muajsh. Ai peshoi fjalën. Dhe ti ke qenë me mua gjatë gjithë kësaj kohe? Po, dhe e di se kjo nuk është e drejtë. Ndaj po të them tani. Ariani ktheu kokën. Sytë e tij, zakonisht të qetë, të kontrolluar, kishin diçka të thyrë brenda. A e do? Pyetja ra si guri në ujë. Besiana nuk ju shmang. Mendoj se po. Ai mbylli syt, pastaj i hapi. Arian, 3 vite. E di. Familjet, fejesa, gjithçka. E di, Arian, dhe kjo dhembje është reale. Por dhembja e ndershme është më mirë se qetësia e rreme. Ai qeshi, jo me humor, por atë qeshje të hidhur të dikujt që kupton. Sa poeti, kush ta mësoi kaq mirë të flasësh? Besiana nuk u mbrojtën. Nuk po e bëj për të lënduar, po e bëj sepse të dua mjaftueshëm për t'i thënë të vërtetën. Ariani u nis drejt derës, ndaloi. Dhe ai nga jashtë, atë do vërtet, apo je aventura egzotike e verës? Fjala egzotike biri ashpër. Besiana e kuptoi dhembjen brenda saj. Jo akuza ndaj Erikut, por mbrojtje e lënduar. Nuk e di çfarë do të ndodh, por e di se nuk mund të mbërri atje duke qenë e rreme këtu. Ariani e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj, shpresoi të mos pendohesh. Doli. Lajmi u përhap si bëjnë lajmet e rënda familjes shqiptare. Jo papritur, por me ato gurrë të vogla ujore që bashkohen derisa bëjnë lum. Ariani i tregoi nënës. Nëna i tregoi gruas së dajës. Gria e Prishtinës gjithmonë e konsiderueshme. 2 ditë pas bisedës me Arianin, nëna e Besianës u paraqit në derën e apartamentit. Besiana e hapi, Merita kishte syt e kuq, kishte qarë,
ose kishte penguar lotët, njëra gjë ose tjetra. Hyrnën, hyn, ulën, nëna nuk foli me njëherë. Mori gota, bëri kafe pa u pyetur, si që bëjnë nënat kur kanë nevojë për kohë. Pastaj ul. Ariani më tha, e dija se do ta merje vesh. Si mund ta bësh këtë? Zëri Meritës nuk ishte akuzues, ishte i lënduar, i papërgatitur. Nën, doja të isha e ndershme. Me kë ishe e pandershme? Familjen tënde, mua, 3 vitet e tua, me veten time, dhe me Arianin duke vazhduar kur diçka kishte ndryshuar. Merita shikoi duart e veta. Ke 28 vjet, Besiana, nuk je fëmijë. Di çfarë do të thot fejesa, çfarë do të thot familja, çfarë presion sjell ndryshimi i mendjes këtu. E di nën. A e di? A e di se njeriu tjetër, ai suedezi, të njeh 2 muaj, 3 muaj? Ariani të njeh 6 vite, që fejuari 3 vjet. Njeh familjen tënde, njeh vlerat e tua, njeh si je kur jeton. Besiana dëgjoi. Çdo argument kishte kokë logjike, kjo ishte e vërteta. Ariani e njihte. Njohja kishte thellësi. Nën, njohja dhe lumturia nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Lumturia, Merita frymzoi. Besiana, nuk dua gëzim të lartë dhe të shkurtër. Dua lumturi të gjatë dhe të qëndrueshme. Dua vajzën time pas 10 vjetësh të ketë shtëpi, familje, njerëz rreth saj. Kjo është lumturi. Dhe nëse shtëpia ndihesh burg, heshtje. Nuk thash kur burg, tha Merita ngadalë. Nuk thuhen kur gjëra të tilla nën, nuk thuhen, por ndihen. Lotët e Meritës dolën, jo me zë, thjesht ujë nëpërmjet syve, siç bëjnë nënat kur gënjejnë veten se janë të forta. Besiana ju afrua. Nën, e mori dorën. Të dua, e di si po të dhemb, e di se dëshiron të mirën time, por kur nuk dua të gënjesh duke thënë jam mirë kur nuk jam. Merita qau ngadalë. Pastaj, kush është ky djalë? Arkitekt, suedez, e kemi njohur me punë. Sa kohë? 6 muaj, afërsisht. E ke takuar? Pauzë. Po, 2 herë. Merita tërhiqe dorën. Jo me zemrim, me dhembje. 2 herë, dhe ke lënë fijuarin e 3 vjetëve për 2 takime. Nuk e lash vetëm për 2 takime, nën. E lash sepse kuptova se isha humbur veten time shumë kohë më parë. Takimet ishin pasqyra, jo arsyeja. Merita u ngrit. Babai yt nuk e di akoma, kur ta di, do jetë rënd. E di nën. Ariani është djali i ndershëm, nuk e meriton këtë. Nuk jam e kundërt me këtë. Pastaj pse? Besiana e shikoi nënën e saj dhe nuk gjeti fjalë të mjaftueshme, sepse disa gjëra nuk ka fjalë të mjaftueshme për to. Ka vetëm të vërteta dhe heshtje, dhe midis tyre njeriu zgjedh. Sepse nuk mund të ndërtoj jetën time mbi ndjeshmëri që nuk i kam. Merita mori çantën. Tek dera u kthye. Shpresoj të kesh të drejtë vajza ime, sepse çmimi i gabimit këtu është shumë i lartë. Doli. Babai erdhi 2 ditë më vonë. Agim Krashniku nuk fliste shumë kurrë. Ishte ai lloj njeriu që qëndronte me pak fjalë dhe shumë peshë. Kishte punuar tërë jetën me duart e veta, kishte ndërtuar familjen me vlerë, kishte besimin e thjeshtë dhe të fortë, se gjërat e drejta vijnë nga puna dhe ndershmëria. Kur hyri dhe u lua, Besiana e diti, ky do jetë biseda e vështirë. Bia, tha ai, vetëm kjo fjalë fillimisht. Po baba, nëna më tregoi. Pauza. A është e vërtet? Po. Agimi frymzoi, shikoi duart e veta. Ti e di çfarë bën? E di baba. Arian Hoxha. Babai ti Haliti është miku im prej 30 vjetësh. Djali ka punë, ka karakter, ka familje. Ju e kishit shtegun e shartë. E dija këtë, baba. Pastaj pse? Besiana vendosi të mos i tregoj gjithçka, jo nga frika, por nga respekti. Babai kishte nevojë vetëm të kuptonte të vërtetën thelbore. Sepse nuk ndinja lumturi, baba. Jo dhembje, jo ankesë. Thjesht të munges gjëje brenda, dhe nuk mund të martohesh pa atë. Agimi mbeti i qetë shumë gjatë. Pastaj, suedezi, a e di si funksionon bota atje? A di çfarë mund t'i ndodh vajzës sime larg? Baba, nuk them se do shkoj, them se nuk mund të rri me Arianin. Janë 2 gjëra ndryshe. Saktësisht, dhe jam duke i trajtuar si të ndara. Agimi u ngrit, kaloi drejt dritares.
Familja Krasniqi kishte zakon të shkonte tek dritaret kur fjalët ishin rënd, si nëse drita jashtme jepte forcë. Haliti do jeti lënduar, tha ngadalë, pas gjithë viteve. E di baba, dhe kjo dhembja ime gjithashtu. Dhembja jote. Ktheu kokëm. Bia, ndëgjo, unë jam baba nyt. Do jem gjithmonë, por nuk do ta kuptoj kurrë këtë plotësisht, dhe nuk do ta miratoj. Mund të them vetëm, di çfarë bën, dhe dije se pasojat janë reale. I di. Mirë. U nis drejt derës. Eja te shtëpia e diel. Nëna dëshiron. Doli pa i thënë se e donte, por kjo ishte gjuha e agimit. Ftesa të shtunën do t'ishte fjalimi i tij i dashurisë. Rrjetet sociale e bën gjithçka më të shpejt. Besiana nuk kishte postuar asgjë, nuk kishte as nevojë. Ishte mjaftueshme që ishin fshirë foto të vjetra nga Ariani, ishte mjaftueshme statusi ndryshuar, ishin të mjaftueshme miqt që kishin miqt. Komentet filluan, private, semi-private, ndonjëherë publike. Artana, gruaja e Blendit, miqja e Besianës me kujdes, i dërgoi mesazh direkt. Dëgjova çfarë ndodhi. Nuk di çfarë të them. Ariani është shkatruar. Si mund ta bësh këtë? Besiana lexoi dhe nuk ju përgjigj menjëherë. Pastaj shkroi. Artana, jam e brengosur për Arianin, por vendimet e jetës sime nuk mund t'i bëj sipas asaj çfarë është e rehatshme për të tjerët. Pas 3 vitesh e le për një të huaj në internet. Kjo është e turpshme. Besiana e vendosi telefonin poshtë. E turpshme. Fjala binte rënd. Jo sepse e besonte, por sepse dinte se sa njerëz e menduan atë fjalë edhe pa e thënë. Vjosa i tregoi se kishte dëgjuar zëra të ndryshëm. Ka njerëz që thonë se je naive, që ke rënë ndesh me mashtrues online. Ka njerëz që thonë se je egoiste. Ka edhe disa, pak, që thonë ke bërë mirë. Çfarë mendon ti? Mendoj se ke bërë diçka shumë të frikshme dhe shumë të ndershme njëkohësisht, dhe bota nuk di të vlerësojë ndershmërinë kur e dhem dikë tjetër. Çfarë mendon ti? Mendoj se ke bërë diçka shumë të frikshme dhe shumë të ndershme njëkohësisht, dhe bota nuk di të vlerësojë ndershmërinë kur e dhem dikë tjetër. Ariani i shkroi një herë, një mesazh i gjatë, i shkruar me lodhje të dukshme. Besiana, nuk të shkruaj për të bindur të kthehesh. E di që vendimi yt është bërë, por do të dish. E kuptova që nga ana ime, gjithashtu kemi qenë 2 njerëz që kanë ndarë jetën pa ndarë vizionin. Nuk të fajsoj plotësisht, por dhe mbe të njëjtë. Shpresoj ky suedezi të di çfarë sakrifikove. Shpresoj të meritoj. Besiana qau duke lexuar. Jo nga pendimi, nga dhembja e ndershmërisë. Ariani, edhe në dhembjen e tij, kishte dinjitetin të shikonte realitetin me 2 syt. I shkroi. Arian, ke qenë gjithmonë njëri i drejtë. Kjo nuk ka ndryshuar. Dhembja jote nuk është merituar. Ajo ka ardhur nga rrethanat. Shpresoj ti të gjesh atë çfarë meriton. Ai nuk u përgjigj. Kjo gjithashtu ishte formë e dinjitetit. Muaji i parë pas ndarjes me Arianin ishte ndër më të vështirët, jo sepse pendohej, por sepse jeta e kishte organizuar veten rreth strukturës së asaj fejese, dhe struktura e shpërbëri do të thoshte riorganizimi gjithçkaje. Darkë familjare e dielën, dilema se shkon apo jo. Miqtë e përbashkët, dilema se kë shikon. Vende të vogla të rutinës qiftore që kur zhduken, lën boshllëk të papritur. Por pas gjithë ditët të vështire kishte Erikun. Erik, si e sot? Besiana, e lodhur, e trishtuar pak, por e qetë. E qetë është e rëndësishme. Do me thënë, nuk po lufton me veten. Disa ditë luftoj. Sot jo. Çfarë bëre sot? Punova, hëngra me vjosën, vizitova prindrit, akoma pak të ngrirë, por prania ishte e mundër. Tani jam shtëpi me librin tënd. A po të ndihmon? Ka fjali që i nënvizoj, pastaj i rilexoj. Cilën ke nënvizuar sot? Besiana hapi librin, gjeti faqen, lexoi. Liria nuk është mungesa e lidhjes. Liria është aftësia e zgjedhjes, pa frikë si kompas kryesor. E dërgoi. Kjo është e vërteta. Frika është kompas i keq. Shpesh të çon ka siguria, jo ka vërteta. Gjithë jetën time kam naviguar me frikë si kompas. Dhe tani? Tani po mësoj si të navigoj me dëshirë. Por largësia ishte reale. Erik ishte në Stockholm, Besiana ishte në Prishtinë. 4 orë me avion, 2 zona kohore, dhe ndërmjet tyre jetë të ndara. Kjo realitet kishte filluar të bëj pyetje praktike.
Pyetje që ndjenjat e bukura nuk i zgjidhin. Besiana. Erik, na fërkojmë dy ndjenjat e njëra tjetrës, por jemi në dy qytete të ndryshme. Çfarë është kjo për ty vërtet? Ai mori kohë para se të përgjigjet. Është pyetja e drejtë dhe e vështirë. Për mua është reale, ndjenja, jo thjesht emocionet interesante. Por prandoj që largësia nuk është detaj i vogël. Çfarë do të thotë kjo praktikisht? Do të thotë që duhet të vendosim nëse jemi gati të japim kësaj një shans real. Ndaj kjo do të thotë takimi drejt për drejt, kohë, njohje e vërtet, jo vetëm mesazhe. Dëshiron të vish sërish? Dëshiroj diçka më shumë se vizita të shkurtra, por di gjithashtu se nuk mund t'i kërkoj të ndash jetën tënde me dikë që thjesht ke takuar 2 herë. Besiana lexoi atë mesazh dhe ndjeu diçka si lehtësi. Dritarja, jo arsyeja. Kjo nuk e bënte Erik më pak të rëndësishëm, por e bënte zgjedhjen e saj më të sajën. Nuk ishte lënë Arianin për Erikun, kishte lënë sepse duhej të linte. Erik kishte qenë pasqyra në të cilën kishte parë veten. Dallimi ishte i madh. 3 muaj pas ndarjes me Arianin, Besiana mori biletën. Nuk ishte vendimi bërë me njëherë, ishte vendimi ndërtuar ngadalë, si arkitektura e mirë, me bazament, me mure, me dritare. Kishte folur me Vjosën, kishte menduar vetë, kishte bërë llogaritë praktike. Kishte marrë 2 javë pushim nga puna. Erik, po vi në Stockholm. Disa minuta. Kur? Javën e ardhshme, 5 ditë. Besiana, po? Jam i lumtur. 2 fjalë, por me ato 2 fjalë kishte gjithçka. Pritja, gëzimi, thjeshtësia e ndjenjës reale. Aeroporti i Stockholmit ishte i bardhë dhe i rregullt, si gjithçka skandinave. Besiana zbriti me çantën dhe me atë ndjenjën e veçantë të udhëtarëve të parë, gjysma kureshti, gjysma panik. Erik e priti jeshtë terminalit, kishte xhaketë të kaltër dhe sy të njohur, ata sy që kishte parë në foto dhe 2 herë realisht, por tani ishin aty, plot. U përqafuan, natyrshëm, pa shumë ceremoni, si 2 njerëz që kanë pritur dhe janë lodhur nga pritja dhe gëzohen ta lënë pritjen. Mirë se erdhe, tha ai. Faleminderit që preve. Stockholmi i hapi rrugën para tyre. 5 ditët ishin njëkohësisht tepër të shkurtra dhe tepër të gjata. Të shkurtra për gjithçka që dëshironte të shihte, të gjata për thellimin e njohjes. Erik e çoi nëpër qytet si dikush që njeh çdo qoshe, jo si turist guide, por si dikush që ka marrëdhënie personale me vendeve. Kishte kafene të vogla ku i dinin emrin, kishte ura mbi ujë me pamje të veçantë, kishte lagjet e vjetra me gur dhe bakër. Por gjëja kryesore nuk ishte qyteti, ishte njohja. Besiana po shihte Erikun në ambientin e tij. Ky ishte testi real, jo mesazhet, jo orët e gjata të bisedave, por si ishte ky njeri kur ishte shtëpia. Si fliste me kamarierët, si reagonte kur diçka shkonte keq, si kishte organizuar apartamentin e tij, çfarë libra kishte në rafte, çfarë muzike dëgjonte duke gatuar. Apartamenti i tij ishte pikërisht ç'kishte imagjinuar. Hapësi minimale, dritare të mëdha, libra kudo, 2 kafemakina, njëra me filtrues, njëra me ekspreso, sepse, si kishte shpjeguar, varet nga disponimi, dhe disa skica arkitektonike të varura si art mbi mure. Jeton si arkitekt, tha Besiana. Edhe si njeri, tha ai. Jo gjithmonë e njëjta gjë. Jo, por tek unë afërsisht po. Darkën e parë gatuan bashk. Erik gatonte mirë, jo me atë stil të njerëzve që duan të impresionojnë, por me atë gatim të qetë të njerëzve që e duan të ngrënit si ritual. Besiana e ndihmoi, priti, solli, rregulloi. Flisnin ndërkohë, qeshnin, mësonin gjëra të vogla. E vogla kishin rëndësi. Ai ndiqte recetat nga mendja pa i lexuar. Ajo kishte zakon të testonte shijet duke ngrënë me gishta, gjë që ai e gjeti, e bukur dhe kaotike. Ai vinte muzika e lehtë gjatë gatimit, jazz nordik, instrumente pa zë. Ajo ishte mësuar me zhurmë dhe familje dhe telefona. Heshtja e pastër muzikore e kuzhinës nordike ndihej e re dhe e qetë. Darkën e hëngrën pranë dritares. Stockholmi jashtë kishte gjatësinë e vjetër të dimrit skandinav. Dritë të errët, qiell të thellë, dëbor të lehtë filloi të binte her pas here. Si të duket? Pyeti Erik. Ndryshe, shumë ndryshe nga Prishtina. Mirë apo keq? Besiana mendoi.
Ndryshe si muzik tjetër, jo mirë apo keq, thjesht tjetër, duhet kohë për të mësuar ritmin. Erik Buzqeshi, ti mendon gjithçka me muzikë? Jo, mendoj me metafora. Muzika është njëra. Çfarë është tjetra? Drita dhe hapësira. Shikoj jashtë. Këtu keni shumë hapësirë midis gjërave. Prishtina ka shumë gjëra brenda hapësirës. Cila është më e mirë? Nuk është rreth mirë apo keq, tha ajo sërish. Është rreth çfarë të mëson secila. Erik e shpoi me atë shikimin e tij. Vëmendësh, i qetë, si dikush që regjistron jo vetëm fjalët, por gjithçka rreth tyre. Çfarë po mëson tani? Pyeti Erik. Besiana e shikoi. Po mësoj si ndihesh kur je vërtet aty ku duhet të jesh. Heshtje e vogël. Pastaj ai shtriu dorën dhe mori të tijën. Kjo ishte e gjitha. Asgjë dramatike. Thjesht dorë mbi dorë, por me atë kuptim të gjesteve të thjeshta kur barten miliona fjalë. Natën e tretë kur rinin te çaji pas darke, Besiana pyeti diçka që kishte mbajtur. Erik, çfarë kërkon ti nga kjo? Dhe dua t'i di vërtet, jo ç'mendon se dua të dëgjoj. Ai e shikoi. Kërkoi diçka reale, me ty ose me ndikënd, por diçka të ndërtuar në bazë të njerëshmërisë, jo pritshmërisë. Me ty kërkoj ta kuptoj nëse kjo që kemi, kjo gjë e mrekullueshme dhe e çuditshme, mund të bëhet diçka konkrete. Konkrete si çfarë? Nuk di akoma, por nuk e kufizoj me distanca ose konventa. Nëse funksionon, dhe unë besoj se mund, kemi opsione. Opsione si të lëviz njëri? Ndoshta ose ndërmjetëse, ose shumë vizita. Nuk kam plan të ngurtë, kam dëshirë të fortë. Besiana e vlerësoi sinqeritetin, nuk premtoi gjëra shtëpie dhe kopshti të menjëhershme, por nuk i kuas pas abstraksionit të do të shohim. Gjithashtu, tha ajo. Dita e katërt solli diçka të papritur. Shi i madh, program të rrëzuar. Kishim planifikuar të shkonin në muze. Shiu i bëri planin të pamundur. Ose kjo ishte justifikimi. Mbetën brenda. Dhe ajo ditë e ngujuar me shi nordik jashtë dhe libra e muzik brenda, ishte ndër ditët që Besiana do ta mbante gjatë. Jo për asgjë spektakolare, por sepse ishte e vërtetë. Erik punoi disa orë, kishte deadline, dhe Besiana rrinte e lexonte pranë dritares, duke dëgjuar shiun dhe muzikën e ulët. Ndonjëherë flisnin, ndonjëherë jo. Heshtja midis tyre nuk kishte tension. Kishte rahatin e dy njerëzve që ndihen të qetë pra njëri tjetrit. Kjo ishte shenja e parë e thellë. Jo momenti kur ndihesh mirë kur je pranë, por momenti kur ndihesh mirë edhe kur nuk ndodh asgjë. Në mbrëmje, kur shiu ishte lehtësuar, dolën shëtitje. Lagja e vjetër e Stokholmit kishte gur të lagur dhe drita të verdha nëpër dyqanet e dyqaneve. Ata ecnin pra njëri tjetrit, ndonjëherë duart, ndonjëherë vetëm hapat e një kohshëm. A mendove ndonjëherë se do të arrije këtu? Pyeti Erik. Në Stokholm? Në këtë pikë të jetës, ku ke bërë diçka të frikshme dhe po ecësh përpara. Besiana mendoi. Nuk mendova se do ta bëja, mendoja se do të mbeteshim si shumë njerëz, do të ndjesha gjëra, do t'i mbyllja, do të vazhdoja. Çfarë ndryshoi? Ti, pjesërisht, por kryesisht libri. Ai qeshi. Libri? Libri që dërgove. Ka fjali, njerëzit e lumtur nuk janë ata që kanë zgjedhur gjëra të lehta, janë ata që janë guxuar të zgjedhin gjëra të vërteta. Atë natë e lexova 3 herë. Erik mbajti dorën e saj pak më fort. Jam mirë që dërgova, tha. Nata e fundit, e 5, ishte njëkohësisht e bukur dhe e dhëmshme. Nesër mëngjes, Besiana do merrte avionin. Prishtina e priste, puna e priste, familja e priste, jeta e priste. Ulen te dritarja me syt nga qyteti. Çfarë do bësh kur të kthehesh? Pyeti Erik. Do rintegroj veten, do punosh, do rregulloj marrëdhëniet me prindrit. Nëna po e pranon ngadalë, babai po mëson. Do shoh vjosën. Pauzë. Dhe do pres. Çfarë do presësh? Të dish çfarë ndodh pastaj me ne. Erik ktheu kokën drejt saj. Nuk dua të presësh pasive, dua ta ndërtojmë bashk. Si? Do vi në Prishtinë muajin tjetër. Do qëndroj jo 3 ditë, por 2 javë. Do njoh mjedisin tënd jo si vizitor, por si dikush që vjen me qëllim. Pastaj shohim. Besiana e ndjeu peshën atij propozimi. Jo rënd, por thellë. 2 javë. Njohje e vërtet.
mjedisin e saj, familjen e saj, qytetin e saj. Je i sigurt. Nuk jam i sigurt për shumë gjëra, por jam i sigurt për dëshirën. Prishtina e priti me të ftohtën e saj karakteristike dhe me atë ndjenjën të çuditshme të njerëzve që kthehen pas udhëtimeve të rëndësishme, sikur qyteti është i njëjtë, por ti je pak ndryshe. Besiana mori çantën dhe shikoi rrugën e njohur. E njëjta po, por ajo e shihte me sy pak të ndryshuara. Vjosa e priti me kafe dhe me sytë e saj të hollë. Tregom gjithçka. Besiana tregoi Stockholmin, Erikun, 5 ditët, darkën, shiun, natën e fundit, premtimin e vizitës. Vjosa dëgjoi pa ndërhyrje, gjë e rrallë tek ajo. Pastaj, a e do? Po. A mendon se mund të funksionojë vërtet? Nuk di, por për herë të parë nuk jam duke bërë vendim nga frika, dhe kjo ndihej ndryshe. Vjosa buzëqeshja e saj e gjerë. Kjo është maturimi shpirt. Kur zgjedhja nga dëshira ndihej e rrezikshme, do të thotë se kisha jetuar tepër gjatë në regjimin e frikës. Filozofe u bëre. Gjithmonë isha, thjesht ke nevojë kohë të dëgjosh. Familja ishte provë tjetër. Babaja Agimi kishte thirrur, jo me fjalë shumë, por thirrja vet ishte gjest. Shkoi te shtëpia. Nëna kishte gatuar diçka të mirë, shenjë pajtimi pa fjalë. Gjatë darkës, Agimi pyeti: "E takove?" "Po baba." "Si është?" Besiana mendoi. "Serioz, me karakter, punëtor, njëri që dëgjon." Agimi hëngri pa folur. Pastaj, "Kur do ta njohim?" Besiana e lëvizi tinguj. "Muajin tjetër vjen." Merita ngriti syt. "Vjen këtu?" tha ajo. "Po nën, dëshiron të njoh vendin tim, mjedisin tim." Agimi dhe Merita shkëmbyen shikim. Ai lloj shikimi i çifteve të vjetra, i plot me komunikim pa fjalë. Pastaj, Agimi: "Kur të vi, le të darkojmë." Kjo ishte e gjitha. Nuk ishte miratim, ishte hapje. Dhe hapja kishte vlerë të saj. Ariani u dëgjua, jo drejt për drejt, por nëpërmjet Blendit, i cili kishte shkruar Vjosës, e cila i kishte treguar Besianës. Kishte filluar të dilte sërish, të shikonte njerëz, kishte marrë projekt të ri. Dhembja ishte aty, por jeta vazhdonte. Besiana e dëgjoi dhe ndjeu lehtësi. Jo sepse dhembja e tij ishte lehtësuar, por sepse dinte se jeta e tij nuk kishte ndalur. Donte gjën e mirë për Arianin. I sinqert. Erik mbërriti një të premte pasdite. Besiana e priti te aeroporti, kthimi i roleve nga Stockholmi. Ai zbriti me çantën e tij të madhe dhe me atë buzëqeshje të qetë. "Prishtina", tha ai kur dolën. "Prishtina", konfirmoi ajo. "Gati?" "Gjithmonë." 2 javët ishin test e vërtet. Jo testi romanjuk, jo restorante me qirinj dhe muzik, testi real, jeta e zakonshme. Kafenese mëngjesit, puna e Besianës ndërkohë që ai punonte nga laptopi, shëtitje në përtreg, vizitat e familja. Darkën me prindrit e Besianës erdhi javës së dytë. Erik kishte mësuar disa fjalë shqipe. "Mirëmbrëma", "Faleminderit", "Po më duket shumë mirë", dhe i kishte thënë me atë aksentin e tij skandinav që bëri Meritën të qesh me vërtetësi. Agimi e vëzhgoi gjatë gjithë darkës, jo me armiqësi, por me atë vëzhgim të burrave që e matin njerëzin kundrejt standardeve që nuk i shprehin me fjalë. Pas darkës, kur Erik po fliste me Besianën anash, Agimi i u afrua shkurt. "Flet shqip pak", tha. "Pak", pranoi Erik. "Mëso më shumë." "Po mësoj." Agimi e shikoi. Pastaj, "Kujdesu." Dhe iku. 2 fjalë, por ishin gjithçka. Merita ishte pak më ekspresive. Mbrëmjes, kur Erik kishte shkuar të merrte diçka, Merita i tha Besianës: "Nuk është si e imagjinoja." "Çfarë imagjinoje?" "Nuk di, diçka sipërfaqësore, turist në jetën tënde." Pauzë. "Ky ka thellësi." "E di." "Akoma jam e friksuar, por është lloj tjetër frike." "Cili lloj?" "Lloj kur diçka mund të jetë e mirë dhe ke frikë mos e prishësh."
Besiana e rëmbeu nënën dhe e përqafoi fort. Javën e dytë kishin edhe një bisedë të rëndë, të parën mes tyre me vështirësi të vërtet. Ishte natë, po ecnin dhe Besiana pyeti. Erik, çfarë do të thotë pastaj për ty? Konkretisht, jo filozofikisht. Ai mbeti pak. Çfarë dëshiron të dish konkretisht? Nëse kjo funksionon, kush lëviz? Ti vjen këtu apo unë shkoj atje? Apo vazhdoj me vizita pafundësisht? Ai ndaloi rrumës, ktheu drejt saj. Besiana, nuk mund ta di tani plotësisht, por mund të them çfarë di. Nuk kërkoj ty të heqësh dorë nga jeta jote për mua. Nëse diçka ndodh, do jetë bashkëvendim. Por praktikisht, puna jote është Stockholm, puna ime është Prishtina. Puna ime mund të bëhet nga shumë vende. Jam arkitekt, me teknologjinë e sotme, shumë mund të menaxhohet online, me vizita periodike të projektet. Prishtina po rritet, ka punë arkitektonike edhe këtu. Besiana e shikoi. A e ke menduar këtë seriozisht apo po thua ç'dua të dëgjoj? E kam menduar. Nuk kam vendosur sepse ende nuk kemi ardhur aty, por e kam menduar si opsion real, jo si gest romantik. Heshtje. Kjo nuk tingëllon si mashtrues, tha ajo ngadalë. Ai qeshi. Nuk jam, por do kohë ta provosh. Po e marr, tha ajo. Kohën. Ndodhia e papritur. Besiana takoi Arianin. Jo qëllimisht, në supermarket, ajo lloj takimi i rastit që qytetet e vogla i bëjnë të pashmangshme. Besiana ishte me Erik, Ariani kishte ardhur vetëm. Momentet e para ishin ato momentin e shpejt të vendimeve. Ikën, qëndron, sillesh normalisht, Ariani e pa dhe ndaloi. Pa Erikun, i bëri 1+1. Besiana shkoi drejt tij. Arian, Besiana. Ai e pa Erikun me shikim të matur. Pastaj ktheu syt tek ajo. Si je? Mirë ti? Po ashtu. Pauzë. Pastaj me atë dinjitet që Besiana e kishte njohur si pjesë të karakterit të tij. Ky është ai? Po. Erik, ky është Ariani. Të dy burrat u ndeshën me shikim. Asnjëri nuk zgjati dorën menjëherë. Pastaj Ariani e shtriu të parë. Erik e shtrëngoi. Arian, tha Erik thjesht. Arian. Ariani lëshoi dorën. Shikoi sërish Besianën. Kujdesu, tha. Nuk ishte akuza, nuk ishte ironi, thjesht ato dy fjalë, të njëjtat që kishte thënë edhe babai i saj. Pastaj u largua. Besiana qëndroi duke e parë ndërkohë largohej. Ndjeu diçka komplekse, mirënjohje, trishtim, respekt. Ariani kishte dinjitetin e madh të dhembjeve të ndershme. Erik mbajti dorën e saj. Je mirë? Po, tha ajo, dhe ishte e vërtet. Dita kur Erik u largua erdhi si ditët e vështira gjithmonë, të shpejta dhe të ngadalta njëkohësisht. Të shpejta sepse kohën nuk e kontrolloni, ngadalt sepse e ndjeni çdo moment. Aeroporti sërish, por këtë herë ishte i saj. Qëndruan pak jashtë. Kur vjen sërish? Pyeti Besiana. Muajin tjetër, kam projekt të vogël këtu. E organizova qëllimisht. Ajo buzëqeshi. E organizove qëllimisht. Gjithmonë ka sensin e qëllimit, mbase ky është deformim profesional tjetër. U përqafuan. Gjatë. Pa nxitje. Erik, tha ajo ndërkohë. Po, faleminderit që nuk u tremb. Ai u largua pak dhe e shikoi. Nga çfarë? Nga kompleksiteti, nga situata, nga distanca. Ai e preku faqen. Gjërat e vërteta nuk trembin. Trembin vetëm ato që janë vetëm aparencë. Pastaj hyri. Besiana qëndroi derisa porta e kaloi. Diçka kishte filluar. Muajt pasardhës kishin ritmin e ri të jetës, jo të mëparshmen, jo diçka plotësisht të re, por diçka ndërmjet, ndërtim. Besiana punoi shumë, kishte klientë të rinj, kishte projekte interesante, kishte fituar atë energji krijuese që frikosej se kishte humbur. Miqësia me Vjosën u thellua, marrëdhënia me prindrit u normalizua ngadalë. Merita filloi të pyeste për Erikun me tone normale, jo dramatiket. Agimi thjesht dëgjonte kur ajo fliste. Erik erdhi 2 herë gjatë 3 muajve, një herë për projektin, një herë thjesht. Çdo vizitë kishte shtuar stres njohje. Kishin filluar të kishin zakonet e tyre të vogla, kafeneja e mëngjesit atje, shëtitja e pasdites tutje, restoranti me supa tradicionale shqipe ku Erik kishte filluar të porosiste me siguri.
Erik: Besiana, kam diçka të them. Besiana: thuam. Erik: kam marrë kontakt me një zyrë arkitektonike këtu në Prishtinë. Kanë projekt të madh, zhvillim urban, 2 vjet punë. Ka nevojë për arkitekt me eksperiencë europiane. Besiana u bllokua. Besiana: apo thua çfarë po kuptoj? Erik: po kuptoni sakt. Nuk kam vendosur akoma, por po e konsideroj seriozisht. Besiana: Erik, kjo do të thotë 2 vjet Prishtinë. Nëse ne vazhdojmë siç jemi duke shkuar, dhe besoj se po, kjo nuk është thjesht punë, është zgjedhje. Besiana mbajti telefonin dhe ndjeu si rrahjet e zemrës ndryshuan ritëm. Je i sigurt? Shkroi ajo. Erik: nuk jam i sigurt për gjithçka, por jam i sigurt se dua të provoj. Nëse ti dëshiron gjithashtu. Besiana: dëshiroj. Konfirmimi erdhi 3 javë më vonë. Erik kishte pranuar pozicionin. Do vinte pas 2 muajsh, do qëndronte fillimisht me apartament me qira, do shihte si shkonte. Lajmi u përhap në përreth me shpejtësinë e zakonshme. Vjosa u gëzua me zë të lartë. Merita ishte heshtëse, por jo kundër. Agimi tha, mirë, dhe ajo fjale vetme kishte peshën e bekimit. Nga ana tjetër, kishin zëra të tjerë. Artana, akoma e lidhur me rrjetin e Arianit, i kishte shkruar sërisht. Kuptoj tani pse u largove, por shpresoj ta dish se çfarë bën. Jeta me të huaj nuk është ëndër romantike. Besiana u përgjigj kthjellët. Artana, e vlerësoj shqetësimin, por jeta ime nuk është ëndër romantike. Është e imja me vendime reale dhe pasoja reale. Jam duke e ndërtuar me kujdes. Nuk u përgjigj. Kishte gjithashtu momentin kur Besiana u takua me nënën e Arianit, Lumja, rastësisht, në rrugë. Kishin njohur njëra tjetrën, shumë mirë. Lumja e priti me ftohtësi të kontrolluar, jo me zemërim të hapur, por me atë distancë të gruas që ka lënduar dhe ka mësuar. Si e Besiana? Tha jo. Mirë, faleminderit. Ti? Edhe ne mirë. Pauzë. Ariani është duke u rimëkembur. Jam e lumtur për këtë. Lumja e studioi. Pastaj, papritur, ishe i sinqert me të paktën. Ky ka vlerë. Iku pashtuar. Besiana qëndroi në rrugë. Ky pranimi vogul i të nduar nga Lumja, gruaja që kishte planifikuar të bëthej vjersha e saj, kishte ndezur brenda saj diçka si mirënjohje të njerëzimit. Dita kur Erik solli valixhet e tij, jo valixhet e vizitës, por valixhet e jetesës, Besiana qëndroi te porta e apartamentit me qira dhe e ndihmoi të sillte gjërat. Hyrën brenda. Apartamenti ishte i zbrazët akoma, neutral, pa karakter. Duhet dizajn, tha Erik duke parë rreth. Jam dizajnjere, tha Besiana. E di, buzëqeshi. Filluan ta rregullonin bashk. Librat e tij me rafshte, printimet e arkitekturës, kafemakinën e dytë, espresso kishte vendosur, ishte punë e vogël e mëngjesit të mesditës, por ndihej si diçka e madhe. Gjatë punës, Erik ndali. Besiana. Po? Faleminderit. Për çfarë? Për t'u hapur, për të ardhur, për të lejuar këtë. Ajo lëshoi kutinë që mbante. Edhe unë po falenderoj. Për të njëjtat gjëra. Ata qëndruan midis kutive dhe librame dhe heshtjes reale të një jete që po ndërtohej. Jeta me Erik nuk ishte pa vështirësi. Kur nuk është kur 2 njerëz nga kultura të ndryshme ndërtojnë diçka reale. Kishte momentet kur bota shqiptare dhe bota skandinave kishin fërkime të vogla. Erik nuk e kuptonte gjithmonë presionin familjar kolektiv. Ai ishte rritur me autonomi individuale si vlerë kryesore, kurse Besiana kishte mësuar se vendimi personal gjithmonë kishte dimension familjar. Kishte momente kur ajo duhet i shpjegonte traditën e vizitës familjare të dielës, jo si detyrim, por si dashuri kodifikuar. Kishte momente kur ai nuk kuptonte pse mendimi i lagjes kishte rëndësi. Por, kishte gjithashtu momentin kur Erik shkoi me Besianën te ceremonia e fundit të vitit të vjosës, darkë e njerëzve të rinj, muzikë, valle, dhe shihje duke u munduar të mësonte hapat shqipe me seriozitet komik, me vjosën duke i treguar, me Besianën duke qeshur me zemër të plot. Kishte momentin kur agimi e thirri Erikun anash dhe i tregoi foton e vjetër të shtëpisë familjare. Unë ndërtova me duart e mia, kishte thënë, dhe Erik e kishte parë me atë vëmendjen e arkitektit dhe njeriut, duke pyetur detaje, duke treguar respekt të vërtet. Kishte momentin kur Merita, fillimisht e ftohtë, filloi ta thërriste djalë kur i fliste. Fjalë vogël, por e madhe brenda botës shqiptare.
Besiana, vetëm një natë, shkruajti në bllokun e saj. Nuk e di si do të duket e ardhmja, nuk e di nëse gjithçka do shkojë sipas ëndrrës, por e di diçka. Kam zgjedhur me frikë dhe me guxim bashk, dhe zgjedhja ka qenë e imja, jo e prindërve, jo e traditës, jo e asaj çfarë duhet, e imja. Ndonjëherë pyesem nëse Ariani është mirë. Mendoj se po. Ndonjëherë ndihem keq për dhembjen që I shkaktova, por ndihem edhe I mirë, sepse dhembja e ndershme ka kohezion tjetër nga ajo e rreme. Erik sot ndezi kafemakina në ekspreso e tij dhe bëri kafe. Unë hëngra bukë me gjallë pafër. Nuk ishte asgjë të veçantë, por kishte diçka të rëndësishme. Ishim aty, natyrshëm, pa skenar. Mbase kjo është. Prishtina kishte mendimin e saj, si gjithmonë. Kishte ata që thoshin se Besiana kishte bërë Greqinën, kishte lënë njeriun e mirë shqiptar për një të huaj, dhe do pendohej. Kishin ata që thoshin se ishte naive, romanet e Instagramit nuk bëhen jetë reale. Kishin ata, pakic, por të qartë, që thoshin se kishte guxim të bënte diçka të vërteta. Besiana I dëgjonte të gjithë, sepse ishte e pamundur të mos I dëgjonje kur jetonin rreth teje, por I dëgjonte si muzikë sfond, jo si gjykat. Kishte arritur të kuptonte diçka. Opinionet e njerëzve janë gjithmonë pasqyre frikrave dhe dëshirave të tyre, jo udhëzuesi jetës tënde. Ata që I gjykonin me ashpërsi kishin zakonisht lidhjet e tyre të bllokuara dhe donin arsyetim pse të mos lëvizin. Ata që e admironin kishin zakonisht dëshirat e tyre të pahapura. Besiana nuk ishte as hero as budallake, ishte njeri, me vendime reale, pasoja reale, dhembje reale dhe gëzim real. Vjosa e tha mirë. Nuk e bërë diçka të rreme apo të drejtë në kuptimin absolut, ke bërë diçka njerëzore, dhe njerëzore nuk kërkon miratim, kërkon ndershmëri. Muajt kaluan, dhe Besiana ndjeu vitjen brendshme si procesi gradual, si bim që nuk e sheh duke u rritur çdo ditë, por pas 6 muajsh e shikon dhe kupton sa ka ndryshuar. Kishte filluar sërish të shkruante, jo si punë, por si nevojë. Blloqe të vegjël fragmentesh, mendimesh, histori të vogla. Ndonjëherë I ndante me Erik, ndonjëherë I mbante vetëm. Kishte filluar të lexonte sërish seriozisht, letërsia që kishte braktisur për realitetin I kishte kthyer si mik I vjetër. Kishte filluar të ketë biseda me prindrit e saj ndryshe, jo me maska, por me hapje, jo gjithçka, jo çdo mendim, por ato gjëra të rëndësishme, ato emocione që I kishin pasuar të gabuar për shumë vjet. Njëherë, pas darke me prindrit, darke zakonshme, e ngrohtë, me Erik pranë si pjesë tashmë e pranuar të tryezës, Merita I tha në kuzhinë. Tani e shoh atë sy tjetër. Cilin? Atë sy të vjetër, kur ishe vajzë e vogël dhe shikone diçka që të gëzonte me zemër të plot. Nuk e kisha prej kohesh. Besiana mbajti pjatën dhe ndjeu diçka të ngrohtë brenda. E dinën, tha ajo. Merita e peku qafën, gjesti rrallë tek ajo grua e rezervuar. Mirë, tha. Dhe ktheu syt te gatuarja. Ndërkohë, Ariani kishte ndërtuar rrugën e tij. Besiana e mori vesh nëpërmjet Blendit, jo si thashë theme, por si lajm. Ariani kishte nisur një projekt të ri, kishte udhëtuar disa muaj, kishte takuar njëri. Jo seriozisht akoma, por kishte filluar. Besiana e njeu atë lajm si lehtësi. Lehtësia e njeriut që ka shkaktuar dhembje dhe dëshiron të di se tjetri po shërohet. Jo nga egoizëm, por nga ajo dashuri e mbetur pas ndarjes, ajo që nuk ka emër, por ekziston. I shkroi një mesazh të shkurtër Arianit. Arian, dëgjova se je mirë. Jam e lumtur për ty, sinqerisht. Ai u përgjigj pas orësh. Edhe unë dëgjova të njëjtën për ty. Shpresuj gjithçka të shkojë mirë. Asgjë tjetër, por kjo mjaftonte. Koha, ajo mjet I çuditshëm që nuk zgjidh asgjë por krijon distancë, dhe distanca jep perspektivë. Me kalimin e kohës, historia e Besianës filloi të merrte formën e saj reale, jo dramatike si duket kur ndodh, jo e thjeshtë si duket kur e tregon, por ajo formë e mesme ku jeta vërtet qëndron. Kishte 2 të vërteta. E para, Besiana kishte dashur Arianin sinqerisht. Marrëdhënia e tyre nuk kishte qenë gabim. Kishte qenë histori e vërtet me fillim, mes dhe fund. Jo çdo fund është dështim. Disa herë fundin vjen sepse të 2 njerëzit rriten në drejtime të ndryshme dhe ndershmëria kërkon ta pranosh. E dyta, Erik kishte qenë jo thjesht dikush tjetër. Kishte qenë pasqyra ku Besiana kishte parë veten duke u zhdukur.
Dhe kur shikon veten duke u zhdukur, ke vetëm dy zgjedhje. Vazhdo të zhdukesh ose e kthehu. Ajo kishte zgjedhur të kthehej. Nuk kishte dasëm, akoma. Kjo do ishte histori tjetër, me kohën e saj. Por kishte diçka. Kishte dy njerëz që kishin vendosur të jepnin kohë kësaj gjëje reale, të jepnin hapësirë, të mos e nxitonin nën presionin e pritshmërive. Erik kishte qëndruar në Prishtinë tani 5 muaj. Projekti shkonte mirë. Kolegu i tij shqiptar i kishte thënë se kishte mentalitet ndërtimi interesant. Komplimenti lart nga inxhinier shqiptar. Besiana kishte punë të mirë. Kishte familje që e pranonte, me hezitim, por me dashuri. Kishte miqtë e saj, kishte veten e saj. Kishin jetë paralele, që ndërthureshin natyrshëm, jo si dy gjëra të bashkëngjitura me forcë, por si dy lumenj që gjejnë të njëjtin shtratin. Një natë, duke rënë në terracë, ajër i ftohtë, Prishtina e ndriçuar poshtë, Erik tha: "Di diçka," tha Erik. "Çfarë?" Kur erdha këtu, njerëzit më pyesnin pse kishim ardhur në Prishtinë, si arkitekt, si europian. U thoja për projektin, por e vërteta ishte tjetër. Besiana e shikoi. Çfarë ishte e vërteta? E vërteta ishte se kisha gjetur dikë që herën e parë kur foli, bëri që e gjithë bota të ngadalësohej pakës, dhe nuk mund ta lija atë ndjenjë të shkonte pa e provuar. Heshtje e gjatë. Qielli mbi Prishtinën ishte i errët dhe i mbushur me yje. Ai lloj nate dimri kur ajri është i pastër dhe gjithçka duket e qartë. "Erik," tha Besiana ngadalë. "Po. A e di çfarë kuptova unë?" "Tregom." Ajo ktheu syt nga qyteti i ndriçuar. Kuptova se kurrë nuk kisha jetuar si Besiana. Kisha jetuar si vajza e mirë e familjes, si dizenjerja profesionale, si e fejuara e Arianit, si ajo që ka gjithçka. Por Besiana, ajo me letërsinë e braktisur dhe ëndrrën e Islandës dhe pyetjet e papërvigjura, ajo kurrë nuk kishte pasur hapësirë. Dhe tani? Tani ka. Ktheu syt tek ai. Edhe falteje. Erik nuk tha asgjë. Mori dorën e saj dhe e mbajti. Prishtina zhurmonte poshtë. E njëjta, gjithmonë e njëjta, dhe prap çdo natë pak ndryshe. Ka gjëra në çdo histori dashurie që nuk thuhen me fjalë. Ato thuhen me gjeste, me heshtje, me mënyrën se njeriu të shikon kur nuk di se po e shikon. Besiana i kishte vënë re të gjitha. Mënyrën se Erik i sillte kafen çdo mëngjes pa pyetur. E dinte si e pinte, e dinte kur donte heshtje dhe kur donte bisedë. Mënyrën se kur ajo ishte e lodhur nga puna, ai nuk sugjeronte që të dilnin jashtë, por vetëm të kryenin fikse ose për të lexuar së bashku. Zgjidhje. Thjesht rrinte pranë. Mënyrën si kishte filluar të mësonte receta shqipe, jo për t'u impresionuar, por sepse donte ta kuptonte botën e saj nëpërmjet ushqimit. Mënyrën si, kur Merita fliste gjatë në shqip dhe ai nuk kuptonte, qëndronte me vëmendje të plotë, sikur zëri i saj kishte vlerë edhe pa fjalët. Dhe kishte vënë re diçka tjetër, diçka që nuk e kishte ndier me Arianin. Me Erik nuk luante rol, nuk llogariste ç'të thoshte, nuk përshtate reagimet, ishte thjesht aty, e plot, pa filtro. Kjo liri e thjeshtë të qenurit vetvetja kishte qenë gjëja më e çmuar. Vjosa e kishte thënë mirë një herë, gjatë kafes. "E di çfarë është shenja e lidhjes reale?" "Çfarë?" kishte pyetur Besiana. "Kur nuk duhet të mendosh si do të dukesh, kur mund të hash me gishta, të qash pa u turpëruar, të ndryshosh mendim pa u ndjerë dobët. Kur njeriu tjetër të sheh, jo versionin tënd të kontrolluar, por ty, dhe mbetet." Besiana kishte menduar. Pastaj, ai mbetet. Vjosa kishte buzëqeshur. E di. Besiana kishte mbaruar të shkruante fragmentet e saj kur kishte ndjerë nevojën të organizonte mendimin. Kishte shkruar: "Dashuria e gabuar nuk është gjithmonë dashuri e keqe. Shpesh është dashuri e mirë, e sinqertë, e dhënë plotësisht, por me njerëzin e gabuar ose në kohën e gabuar, dhe mëson shumë." Mësova. Së pari, se durimi i padrejtë nuk është virtyt. Nëse mbash diçka sepse ke frikë të lësh, jo sepse e do, po dëmton dy njerëz, jo një. Mësova. Së dyti,
se njohja dhe lumturia nuk janë sinonime. Mund të njohësh dikë thellë dhe prap të mos jeni të duhuri për njëri tjetrin. Njohja është vlerë, por nuk është e mjaftueshme vetëm ajo. Mësova. Së treti, se familja dëshiron të mirën tënde, por e mirë sipas tyre nuk është gjithmonë e mira jote. Mund t'i duash dhe prap të ndash rrugën tënde. Mësova. Së katërti, se shenjat e brendshme, ajo zhurmë me ulët e pakënaqësisë, ato pyetje që nuk gjejnë përgjigje, nuk janë dobësi apo kapriçe. Janë zëri i vërtetë i vetes. Mëso ta dëgjosh. Mësova. Së pesti, se dashuria e vërtet nuk kërkon nga ti të bëhesh më pak, kërkon prej teje të bëhesh plotësisht. 3 muaj pas vendosjes e Erikut në Prishtinë, ai bëri diçka që Besiana nuk e priste. I za një zarf. Brenda zarfit, 2 bileta avioni. Destinacion, Reykjavik. Besiana e shikoi. Pastaj e shikoi atë. Pastaj sërish biletat. Islanda, tha ajo me zë të ulët. Islanda, konfirmoi Erik. Verë, dielli nuk perëndon. Natë e bardhë. Ajo kujtohet i kishte shkruar muaj më parë. Dua të ndjej të 2 ekstremet. Dua të di si ndihesh kur natyra është aq e egër sa njerëzit duken të vegjël. Kishte mbajtur mend. Erik, zëri i saj u pre. Kur dikush e shpjegon ëndrrën e tij kaq bukur, nuk harrohet. Besiana e mbushi syt. Jo nga trishtimi, nga ai lloj gëzimi i papritur që të kap pa u përgatitur, që digjet si dhimbje sepse është tepër i vërtet. E rrëmbeu dhe e përqafoi fort. Islanda ishte pikërisht si e kishte imagjinuar, dhe krejt ndryshe. Natyra ishte egër, gjigande, indiferente ndaj njerëzve me atë lloj madhështie që të bën të ndihesh i vogël dhe i lirë njëkohësisht. Gejzerët, liçenet e kaltra, fushat vulkanike dhe mbi gjithçka, nata e bardhë. Qëndruan jashtë pas mesnate duke parë horizontin me dritë të plot dimri. Kjo nuk duhet të jetë reale, tha Besiana. Por është. Ndonjëherë gjërat e vërteta ndihen si ëndër. Dhe ëndrat ndonjëherë bëhen reale. Ajo ktheu syt tek ai. Ky djalë nga Stockholmi me sy kaltër si fjordet e atij vendi, me ato fjalë të thjeshta dhe të thella, me atë mënyrë dëgjimi që ishte dhurata e tij e rrallë. Erik, tha ajo. Po, të dua. Fjalë të thjeshta, por peshta. Ai buzëqeshi, buzëqeshja e tij e plot, ajo që e shikonte rrallë, por e njihte tani si diçka vetëm të tijen. Edhe unë, Besiana, e mori faqen. Edhe unë. Nata e bardhë islandeze i mbuloi të dy, pa errësirë, pa hije, vetëm atë dritë të çuditshme që nuk di ku fillon dhe ku mbaron. Historia e Besianës nuk kishte mbyllje të pastër, sepse jeta nuk ka, por kishte diçka që mbyllja klasike nuk e ka. Kishte të vërteta. E vërteta e parë, Besiana kishte dashuruar Arianin dhe kjo lidhje kishte qenë reale. Mbarimi i saj nuk e fshinte realitetin, e bënte pjesë të historisë. E vërteta e dytë, Erik kishte ardhur si pasqyrë, si hapje, si mundësi, dhe kishte betur si zgjedhje, jo si shpëtim. Besiana nuk kishte nevojë për shpëtim, kishte nevojë vetëm të kujtohet kush ishte. E vërteta e tretë, familja kishte qenë e vështirë, bota kishte gjykuar, tradita kishte shtyrë, por asnjëra nuk kishte qenë armik. Kishin qenë zëra të dashurisë së kodit të vjetër. Besiana e kishte mësuar t'i dëgjonte pa u zokruar prej tyre. E vërteta e katërt, guximi nuk është mungesa e frikës. Guximi është vendimi bërë bashkë me frikën, duke e njohur dhe duke e kaluar. Dhe e vërteta e pestë, ajo më e rëndësishmja, jeta nuk është tregim me hero dhe antihero, është koleksion njerëzish që bëjnë të mirën që dinë me dritën që kanë. Ariani kishte bërë të mirën që dinte, prindrit kishin bërë të mirën që dinin, Besiana kishte bërë të mirën që dinte. Dhe Erik, ky djali çuditshëm nga Stockholmi, që shkruante dashamirës i kafes dhe heshtjes në bio, kishte bërë diçka të thjeshtë dhe të rrallë njëkohësisht. Kishte parë Besianën dhe kishte thënë, po, ti ke vlerë, saktësisht ashtu siç je.
Kur u kthyen nga Islanda, Besiana ngriti syt nga aeroporti i Prishtinës dhe ndjeu diçka të njohur dhe të re. Njohur sepse ishte qyteti i saj, kishte erën e tij, kishte njerëzit e saj. Të re sepse e shihte me syt të ndryshuar. Erik qëndroi pranë saj ndërkohë qantat shkonin në rrotull. Mirë se kthehesh, tha ai. Mirë se vjen, tha ajo. Ai ktheu kokën. Vi? Tani kjo është edhe shtëpia jote, nëse dëshiron. Ai qëndroi një moment, pastaj buzëqeshi, atë buzëqeshje të tij të plot. Dëshiroj. Nuk ka fund të madh, nuk ka dasmë shkëlqyese apo skenë dramatike finale. Ka vetëm këtë. Besiana çdo mëngjes zgjohet dhe ndjen se jeta e saj është e saja. Nuk ka çdo ditë të lehtë, ka ditë stresuese, ka momentet e dyshimit, ka herë kur distanca kulturore krijon fërkime të vogla, ka herë kur malli për shtëpi ngrihet si val. Por ajo ndjen diçka që nuk e kishte ndjerë kur kishte gjithçka. Ndjen se po jeton, jo po performon, jo po plotson pritshmërit, po jeton, me vendime të sajat, me dashuri të sajën, me frikën dhe guximin si shoku udhëtimi. Erik vazhdon projektin, mëson shqip nga gal, Merita tani korrigjon gramatikën gjatë darkave, që ai e pranon me durim komik dhe ajo me krenari të fshehur. Agimi një herë tregoi atij se si ndërtonte shtëpinë, duke treguar foton me krenari. Ai dëgjoi me atë vëmendjen e tij të plot. Pastaj tha: "Ndërtuat mirë, zoti Agim." 2 fjalë, por Agimi t'i rën syt pak me atë lakshti të heshtur të burrave që nuk qajnë lehtë. Ariani ndërkohë kishte filluar një lidhje të re, dikush prej Gjirokastrës, thuhet. Besiana shpresonte gjithçka të mirë për të, sinqerisht. Vjosa vazhdonte jetën e saj kaotike dhe ndritur. Kishte filluar të shkruante libër për eksperimentet sociale të dështuara, siç e quante. Dhe Besiana, ajo vajzë me sy të qelët dhe letërsi të braktisur dhe ëndrrën e Islandës, kishte zbuluar diçka të thjeshtë. Nuk kemi nevojë të kemi të gjitha përgjigjet para se të fillojmë. Kemi nevojë vetëm të jemi të ndershëm, me veten, me njerëzit që duam dhe me atë zë të heshtur brenda që gjithmonë e di, edhe kur mendja nuk e pranon. Besiana hapi bllokun e saj, shkroi: "Ndodhen shumë gjëra, u trembëm shumë herë, u lënduam dhe lënduam. Kemi njerëz që na duan dhe njerëz që nuk na kuptojnë dhe ndonjëherë janë të njëjtit, por jam e lirë, jo me atë liri boshe të njeriut pa rënj, me atë liri të thellë të njeriut që ka zgjedhur. Dhe zgjedhja ka qenë jo thjesht Ariani, zgjedhja ka qenë vetvetja." Mbylli bllokun, dëgjoi zërin e Erikut nga kuzhina, po bënte kafe, po fliste pak shqip me vete, po bënte gabime të qeshura të gramatikës. Ajo buzëqeshi, shkoi.